Tani, ndërsa ju rrini ullur këtu, ka një botë atje jashtë, ku dikush mund të merrte frymë. Jo në një përrall, jo në një film, në qiellin real mbi kokën tuaj. 49 vjet dritë larg, rrotullohet një planet shkëmbor ku ajri mund të mos jetë helm, ku uji mund të rrihet i lëngshëm, ku për herë të parë në historinë e njerëzimit ne mund ta lexojmë vërtet atë ajër nga distanca. Ndalloni një çast dhe mendojeni këtë. Për mijëra vjet ne kemi parë lart dhe kemi pyetur nëse jemi vetëm. Sonte për herë të parë kemi një vend ku pyetja pushon së qeni thjesht filozofi dhe bëhet matje. Le ta them qartë që në fillim, sepse ndershmëria është gjithçka këtu. Atmosferë nuk do të thotë jetë. Zbulimi për të cilin do t'ju flas nuk është zbulimi i të gjallëve në një botë tjetër. Është diçka më e vogël dhe njëkohësisht më e madhe se sa duket. Është hera e parë që kapim me siguri gjurmën e një zarfi ajri rreth një toke shkëmbore që qëndron pikërisht aty ku uji mund të ekzistojë. Ne ngrem pyetjen, përgjigjen nuk e trillojmë. Dhe pikërisht ky kufizim, kjo modesti, e bën udhëtimin e sotëm edhe më të bukur, sepse çdo hap është i vërtet. Mendoni sa e vjetër është kjo pyetje. Sa herë keni shtrirë kokën lart në një natë të errët lart qytetit dhe keni parë atë oqean yjesh? Çdo njeri që ka jetuar ndonjëherë, çdo bari, çdo lundërtar, çdo fëmijë ka bërë të njëjtën pyetje pa fjalë. A ka dikë atje? A jemi ne të vetmit sy që shohin, të vetmet mendje që pyesin, të vetmet zemra që rrahin në gjithë atë errësirë të pafund? Për mijëra vjet, kjo pyetje mbeti pa asnjë mjet për t'ju përgjigjur. Ishte poezi, ishte fe, ishte ëndër. Çka ndryshoi në kohën tonë, çka na bën brezin më të veçantë që ka ekzistuar ndonjëherë, është kjo, se ne jemi të parët që kemi vegla për ta kthyer atë pëshertim të lashtë në një eksperiment të vërtet. Dhe zbulimi i sotëm është një prej hapave më të mëdhenj në atë udhtim. Emri i kësaj bote është i thjeshtë dhe i ftohtë, ashtu si i vën nga katalogët e astronomëve. Ne do ta quajmë ashtu siç do ta dëgjoni gjatë gjithë kësaj historie, planeti Eles 140b. Është një super tokë, një botë më e rëndë dhe pak më e madhe se planeti ynë, që rrotullohet rreth një yli të vogël e të kuq në ilësinë e largët të balenës. Nuk është një top gazi si Neptuni, nuk është një shkëmb i zhveshur e i djegur si Mërkuri. Është, sipas gjithçkaje që dim, një botë e ngurtë, me sipërfaqe, me rëndës, me një vend ku këmba do të mund të shkelte. Dhe rreth saj, tani e dim, ka ajër. Për ta kuptuar pse kjo tronditi një komunitet të tërë shkencëtarësh, duhet të kuptoni një ëndër të vjetër. Për dekada të tëra, gjetja e një atmosfere të një planet shkëmbor në zonën e jetës u quajt grali i shenjtë i astronomisë. Kjo shprehje nuk ishte teprim. Mendoni pak, pa atmosferë një botë është e pambrojtur. Rrezet vdekjeprurese të ilit e godasin sipërfaqen pa asnjë mburoj. Uji, edhe po të kishte, do të avullonte në hapësirë ose do të ngrinte sigur. Pa atmosferë nuk ka klim, nuk ka qarkullim, nuk ka atë batanie të holl gazi që e mban një botë të ngrohtë dhe të qëndrueshme. Toka jon është e gjallë, jo vetëm sepse ka ujë, por sepse ka ajër që e mban atë ujë në vend. Ajri është kushti i parë. Ajri është dera që duhet hapur para se të flasim për çdo gjë tjetër. Dhe pikërisht kjo derë ka mbetur e mbyllur për ne për një kohë shumë të gjatë. Ne kemi zbuluar mijëra e mijëra planet rreth ujeve të tjerë, por të zbulosh se një planet ekziston është një gjë. Të shohësh se çfarë ka rreth ti, të nuhatësh ajrin e tij nga 10 vjet dritë larg, është diçka krejt tjetër, diçka që dukej thuajse e pamundur. Imagjinoni sikur t'ju kërkonin të përshkruanit erën e një luleje që ndodhet në anën tjetër të një oqeani, pa e parë kur atë lule, pa e prekur, duke pasur vetëm një pikë drite që vjen prej andej. Kjo është parafërsisht madhështia e asaj që ka arritur teknologjia jonë. Si e bëjmë atëherë? Si mund ta lehtësojmë ajrin e një bote kaq të largët sa drita e saj udhëton gjysmë shekulli për të na arritur? Përgjigjja fsihet në një prej ideve më elegante që ka prodhuar ndonjëherë mendja njerëzore, dhe ka një emër që tingëlloni ndërlikuar, por është në thelb i thjeshtë. Quhet spektroskopi transmetimi. Mos u tremni nga fjalla, do t'ju a tregoj me një pamje që nuk do ta harroni. Imagjinoni një yll të largët si një lampë të fuqishme që ndricon pa pushim. Tani, imagjinoni planetin që rrotullohet rreth tij. Her pas here, në ritmin e vet të përsosur, ai planet kallon pikërisht midis nesh dhe ilit të vet. Për disa orë, ai bllokon një pjesë të vockël të dritës si një mizë e vogël që kallon para një projektori të madh. Por ja hollësia që ndryshon gjithçka. Nëse ai planet ka atmosferë, atëherë një pjesë e dritës së ilit nuk bllokohet fare,
por kalon nëpër atë unas të hollë ajri që rrethon planetin, pikërisht si drita e diellit që kalon nëpër buzët e atmosferës son kur agon apo kur perëndon. Dhe kur drita kalon nëpër ajër, ajo ndryshon. Çdo gaz, çdo lloj molekule në atë atmosferë gëlltit ngjyra shumë të caktuara të dritës dhe lë të tjera të kalojnë. Oksigjeni gëlltit disa ngjyra, uji të tjera, dioksidi i karbonit të tijat. Kur ne ndajmë atë dritë të kaluar në të gjitha ngjyrat e saj, ashtu si një prizëm e ndan dritën e bardhë në ylber, shohim vijat e errta aty ku disa ngjyra mungojnë. Ato vija mungese janë si një kod, janë një nënshkrim, janë, në kuptimin më të vërtet të fjalës, një gjurmë gishti kimike që na thot saktësisht se cilat gaze ndodhen në atë atmosferë, edhe pse ajo atmosferë noton në errësirën e ftohtë 10 vjet dritë larg. Le ta bëjmë këtë edhe më të prekshme. Mendoni sikur të kishit një tufë me qindra lapsa me ngjyra dhe të mund të shihnit vetëm hijen që ata hedhin, jo vetë lapsat. Nga ajo hije, nga forma e saj, nga çdo boshëllëk i vogël në të, ju do të mund të thoshit saktësisht se cilat ngjyra mungonin nga tufa. Kjo është pikërisht ajo që bëjmë me atmosferat. Ne nuk e shohim kurrë ajrin, ne shohim vetëm gjurmën që ai lë në dritë, hijen që lëshon mbi ylberin e yllit. Dhe në atë hije, e shkruar me alfabetin e fizikës, fshihet historia e një bote. A ka ujë? A ka dioksid karboni? A ka azot, gazin e qetë që mban të paprekur një atmosferë të tërë? Të gjitha këto përgjigje udhtojnë drejt nesh të koduara në ngjyra, dhe ne vetëm duhet të mësojmë t'i lexojmë. Vështirësia këtu është pothuajse e paimagjinueshme. Zarfi i ajrit rreth një bote shkëmbore është tepër i hollë, si lëkura e sipërme e një mole në krahasim me vetë mollën. Sasia e dritës që kalon nëpër atë lëkurë, ajri është aq e vogël, aq e imt, sa për dekada të tëra dukej si një ëndër e kotë të mendoje se do ta kapnim ndonjëherë. Është si të përpiqesh të dallosh dridhjen e një qimeje të vetme mbi një projektor gjigant nga ana tjetër e një qyteti. Vetëm një instrument i një saktësie thuajse të pabesueshme mund ta bënte këtë. Dhe pikërisht një instrument i tillë më në fund u ngjit në qiell. Ndalloni dhe shijojeni këtë për një sekond. Nuk kemi shkuar atje. Nuk kemi dërguar asnjë anije, asnjë sond, asnjë njeri. Kemi kapur vetëm dritë të vjetër që u nis para se shumë prej nesh të lindnin, dhe në atë dritë kemi lecuar përbërjen e ajrit të një bote tjetër. Kjo është një prej mrekullive më të qeta të epokës son, një mrekulli që ndodh pa bujë në heshtjen e sallave të vëzhgjimit, ndërsa bota poshtë vazhdon të mos e di. Instrumenti që e bëri të mundur këtë hap është një sy i madh që noton në errësirën mbi ne. Teleskopi hapësinor, James Webb, makina më e fuqishme që kemi ndërtuar ndonjëherë për të parë kozmosin, u nis në 25 dhjetor të vitit 2021 në një mëngjes që shumë shkencëtar e mbajnë mend me frymën e mbajtur. Miliarda euro, dekada punë, mijëra duar, gjithçka e ngjeshur në një raket të vetme që u ngrit lart dhe u zhduk mbi ret. Webbi nuk sheh me sytë tanë. Ai sheh nxehtësinë, dritën e kuqe të thellë që sytë tanë nuk e kapin dot, dhe pikrisht në atë dritë fshihen nënshkrimet e ujit, të metanit, të dioksidit të karbonit dhe të shumë gazrave të tjerë. Ai u ndërtua mes shumë synimeve pikrisht për të bërë atë që duke e pamundur, për të nuhatur ajrin e botëve të vogla e shkëmbore. Mendoni edhe një çast se çfarë do të thoshte ta ngjitje këtë sy në qiell. Teleskopi Webb nuk qëndron pranë nesh, atu ku mund të arrinim po të prishej. Ai u dërgua 1,5 milion kilometra larg tokës në një pikë të ftohtë e të heshtur të hapësirës ku nuk mund të shkojë kurrë asnjë duar njeriu për ta riparuar. Pasi u nis, ai duhej të hapte vetë si një lule metalike, 10 pjesë të pallosura, secila prej të cilave duhej të funksiononte në mënyrë të përsosur, përndryshe gjithçka do të humte. Qindra hapa, secili i domosdoshëm, secili pa të drejtë gabimi. Shkencëtarët në tokë i quajtën ato javë ditët e tmerrit, sepse për çdo hap mbanin frymën. Dhe kur pas gjithë atij ankthi, pasqyra e madhe e artë e Webbit u hap plotësisht dhe u ftoh në temperaturën e thellë të hapësirës, njerëzimi kishte më në fund në duar mjetin që mund të leconte ajrin e botëve të tjera. Pikrisht ky mjet, disa vite më vonë, do të drejtohej nga një ill i vogël e i kuq në illsinë e balenës. Por para se të vazhdojmë me këtë botë të re, më lejoni t'ju kthej pak në kohë, sepse asnjë zbulim nuk lind nga hiçi. Çdo hap i sotëm qëndron mbi supet e njerëzve që guxuan të pyesnin kur pyetja dukej e çmendur. Kthehemi në një natë të vitit 1995.
Deri atëherë, njerëzimi nuk kishte asnjë provë të vetme se ekzistonin planetë rreth hyjeve të tjerë. Ne dyshonim, ne shpresonim, por nuk dinim. Qielli mund të kishte qenë fare mirë bosh përveç diellit ton dhe planetët tanë të vetmit në gjithësi. Kjo ishte gjendja e dijes njerëzore, e paprekur për mijëra vjet. Pastaj, në 85 tetor të atij viti, 2 astronom në Universitetin e Gjeneves ndryshuan gjithçka. Emrat e tyre ishin Michel Majori dhe Didier Quelozi. Ata kishin drejtuar një instrument të përsosur nga vetja e tyre drejt një ili të largët e krejt të zakonshëm, dhe kishin vënë re diçka të çuditshme. Ylli lëkundej lehtë, i tërhequr sa ndej këtej nga rëndesa e diçkaje të padukshme që rrotullohej rreth tij. Ajo diçka ishte një planet. Planeti i parë ndonjëherë i zbuluar rreth një ylli si dielli ynë. E quajtën planeti Pegasi 51b. Duhet të kuptoni sa e madhe ishte guximi i tyre. Në atë kohë, të thoshe se kishe gjetur një planet rreth një ylli tjetër, ishte gati sa të rrezikoje emrin tënd shkencor. Shumë kishin pretenduar gjëra të tilla më parë dhe ishin turpëruar kur zbulimet u shembën. Sinjali që pan Majori dhe Quelozi ishte i vockel, një lëkundje e imtë e yllit, dhe secili prej tyre e dinte se sa lehtë mund të gënjente. Ata e kontrolluan sërish, net të tëra pa gjumë, derisa u bindën. Kjo është ndeshmëria e vërtetë e shkencës, ky durim para se të flasësh. Dhe kur më në fund e njoftuan botën, historia u nda më dysh. Ishte një botë e çuditshme, një gjigant gazi më i madh se Jupiteri, i ngjeshur aq afër yllit të vet sa bënte një vit të rinë për vetëm 4 ditë, i skuqur në nxehtësia. Askush nuk ishte pritur diçka të tillë. Modelet tona për lindjen e planetëve u tyen brenda natës. Por hollësia më e madhe nuk ishte se sa i çuditshëm ishte ai planet. Hollësia më e madhe ishte kjo, se planetët rreth hyjeve të tjerë ekzistonin vërtet, dhe se ne tani mund t'i gjenim. Dera u hap. Për këtë zbulim që ndau historinë në 2 pjesë, Majori dhe Quelozi morën çmimin Nobel në fizik në vitin 2019, thuajse një qerek shekulli më vonë, kur bota më në fund e kuptoi se çfarë kishin filluar. Pas asaj nate, gjithçka u nis me vrap. Ajo që kishte qenë një zbulim i vetëm u bë një lum, dhe këtu hyn një mision që ndryshoi shkallën e gjithçkaje. Në vitin 2009, NASA nisi një teleskop të veçantë me një detyrë të vetme dhe kokfort. Emri i tij ishte Kepler. Kepleri nuk bënte gjë tjetër veç se vështronte pa pushim një copë të vogël qielli, 10 mijëra yje njëherësh dhe priste. Priste atë zbeje të vockel, atë erësim të lehtë që ndodh kur një planet kallon para ylit të vet dhe bllokon një pjesë të imtë të dritës. Një erësim aq i vogël sa syri i njeriut nuk do ta vinte re kurrë, por sytë e mprehtë të Keplerit e kapnin. Dhe ajo që gjeti na la pa frym. Mijëra planet, njëri pas tjetrit, botë të mëdha e të vogla, të ngjehta e të ftohta, shkëmbore e të gazta. Por dhurata më e madhe e Keplerit nuk ishin planetet që pa. Ishte ajo që ata na lejuan të llogarisnim. Sepse nga ajo copë e vogël qielli, astronomët arritën të nxjerrin një përfundim marramendës. Ajo copë ishte vetëm një dritare e voçkël drejt qiellit, dhe nëse ishte kaq plot me botë, atëri gjithë kupolla e yjeve, në çdo drejtim që të kthenim shikimin, duhet të ishte mbushur njësoj. Është si të nxjerrësh një grusht rër nga një plazh që nuk mbaron dhe të numërosh kokrat, e pastaj të kuptosh me tronditje se sa i pafund është vërtet ai plazh. Planetët nuk janë të rrallë, planetët janë kudo. Sipas të dhënave të Keplerit, vetëm në galaktikën tonë, në rrugën e Qumështit, ka miliarda e miliarda planet. Thuajse çdo yll që shihni kur ngrini kokën një natë të ktjellët, ka të ngjarë të ketë botat e veta që rrotullohen rreth tij në errësirë. Qielli, kuptuam, është plot. Por midis gjithë atyre miliardave, jo çdo botë është e barabartë. Ka një vend të veçantë, një brez të hollë e të çmuar rreth çdo yli, që astronomët e kanë quajtur me disa emra: zona e banueshme, ose më bukur, zona e artë. Çfarë është kjo zonë? Mendoni sërish për një zjarr në një natë të ftohtë dimri. Nëse rrini shumë afër, digjeni, nëse rrini shumë larg, ngrini. Por ka një distancë, një brez të përsosur, ku ngrohtësia është pikërisht ashtu siç duhet. Zona e banueshme është pikërisht ky brez rreth një yli, distanca ku nuk bën as shumë nxehtë sa uji të avullojë të ikë, as shumë ftohtë sa ai të ngrijë përjet. Është brez ku uji mund të qëndrojë i lëngshëm mbi sipërfaqen e një bote.
dhe uji i lëngshëm, me sa dim ne, është përbërësi i parë i domosdoshëm i çdo jete. Tani kur i bashkoni këto dy ide, ndodh diçka që të merr mend të. Miliarda planet dhe një pjesë e mirë e tyre në atë zonë të artë ku uji mund të rrjedh. Numrat bëhen aq të mëdhenj sa mendja ngec, dhe pikërisht këtu lind kërkimi ynë i vërtet, sepse nuk mjafton që një botë të jetë në vendin e duhur, ajo botë duhet gjithashtu të ketë ajër. Të kthehemi pra te dera që përmenda më parë. Ne dinim si të gjenim planet, dinim si të gjenim ata në zonën e jetës, por a mund të shinim ajrin e tyre? Kjo mbeti pyetja e madhe, grali i vërtet. Rruga drejt përgjigjes filloi pak vite pas Keplerit, madje edhe më herët. Në vitin 2002, një astronom me emrin David Charboni bëri diçka që shumë kush e quante të pamundur. Ai përdori për herë të parë me sukses metodën e spektroskopisë së transmetimit, atë lloj të hollë me dritën që kalon nëpër atmosferë dhe kapi një gjurmë natriumi në ajrin e një giganti gazi të largët e të nxehtë. Ishte hera e parë që njeriu leconte një përbërës të atmosferës së një bote tjetër. Gjigantët e gazit ishin të lehtë, sepse ishin të mëdhenj dhe atmosferat e tyre të trasha. Botët e vogla shkëmbore, si e jona, ishin një sfidë shumë herë më e vështirë, sepse zarfi i tyre i ajrit është i hollë dhe i turpshëm, thuajse i padukshëm. Por fara u mboll. Teknika ekzistonte. Tani duhej vetëm një sy mjaftueshëm i fuqishëm. Ndërkohë, kërkimi po afrohej gjithnjë më pranë shtëpisë. Në vitin 2016, një ekip i udhëhequr nga astronomi Guillaume Anglada Escude, pranë observatorit jugor evropian, zbuloi diçka që dukej thuajse tepër e mirë për të qenë e vërtetë. Rreth Proxima Centaurit, ylit më të afërt me diellin ton, vetëm 4.2 vjet dritë larg, rrotullohej një planet me përmasa toke në zonën e banueshme. Fqini ynë më i afërt i orë kishte një botë ku uji mund të rrithte. Aq afër në shkallën e madhështisë kozmike, sa thuajse mund ta preknim me majën e gishtit të imagjinatës. 4.2 vjet dritë tingëllon shumë dhe vërtet është një distancë e papërfitueshme për trupat tanë. Por për një gjithësi ku shumica e yjeve janë mijëra vjet dritë larg, ky ishte fqini ngjitur me derën. Ai zbulim na kujtoi diçka të thellë, se botët e mundshme nuk janë vetëm larg në cepat e errët të galaktikës, por edhe këtu pranë, në oborin ton të vogël kozmik. Dhe pastaj erdhi një sistem që u bë legjend. Në vitet 2016 dhe 2017, një astronom me emrin Michel Gioni dhe ekipi i tij pranë Universitetit të Liezhit zbuluan diçka të mrekullueshme, 40 vjet dritë larg. Një yll të vetëm të vogël e të kuq, të rrethuar jo nga 1 apo 2, por nga 7 planet me përmasa toke, të gjithë të ngjeshur bukur rreth tij si vezët në një fole. Sistemi u quajt TRAPPIST-1. 3 nga ata 7 planet ndodheshin pikrisht në zonën e banueshme. Papritur nuk ishin vetëm një botë të mundshme për të studiuar, por një koleksion të tërë, një laborator natyror i botëve toksore që na priste pak më larg në errësirë. Të gjitha këto zbulime, njëri pas tjetrit, ndërtuan një shkallë. Majori dhe Kelozi treguan se planetet ekzistonin. Kepleri tregoi se ata ishin kudo. Zona e artë na tregoi ku të shikonim. Charboni na tregoi si ta leksonim ajrin. Anglada Escude dhe Gioni na solen objektiva të vërtet, botë të vogla shkëmbore afër sa të matëshin. Dhe në krye të kësaj shkalle, duke pritur, ishte pyetja e fundit dhe më e vështira nga të gjitha. A mund të kapnim vërtet ajrin e njërës prej këtyre botëve të vogla, jo një giganti gazi, jo një topi të nxehtë, por një tokë shkëmbore që qëndron aty ku uji mund të jetojë. Këtu duhet të kuptoni edhe një gjë për yllin, rreth të cilit rrotullohet bota jone sotme. Ylli Eles 140 nuk është si dielli ynë. Është një zhuzh i kuq, shumë më i vogël, shumë më i ftohtë, shumë më i zbehtë. Dhe kjo ka një pasojë të çuditshme, sepse ylli është kaq i ftohtë, zona e tij e artë, brezi ku uji mund të jetë i lëngshëm, ndodhet shumë afër tij. Aq afër sa planeti Eles 140 bën një vit të rinë, një rrotullim të plotë rreth yllit, për vetëm rreth 24 ditë toksore. Mendojeni, një vit i tërë brenda më pak se një muaj ton. Kjo afërsi e madhe do të bëhet e rëndësishme më vonë në historinë tonë, sepse afërsia sjell edhe rreziqe. Por le të qëndrojmë edhe pak te vetë bota, sepse hollësitë e saj janë të jashtëzakonshme. Planeti Eles 140 ka një masë rreth 5,5 herë më të madhe se toka jonë dhe një rreze afërsisht 1,5 sa e tokës. Kur shkencëtarët i bashkojnë këto dy numra, masën dhe madhësinë,
ata nxjerrin dendësinë, dhe dendësia është ajo që tregon nga çfarë është bërë një botë. Për këtë planet, dendësia flet qartë. Nuk është një top i lehtë gazi si Neptuni apo Jupiteri. Është një botë e ngjeshur, e rëndë, shkëmbore, me tokë të fortë, po çdo oqeani apo ajri që mund të ketë. Pra jo vetëm që ndodhet në vendin e duhur, por është edhe nga lloji i duhur. Është pikërisht ai lloj bote që kërkonim. Provoni për një çast ta shkelni me imagjinat atë sipërfaqe. Rëndesa aty do të ishte më e fortë se e jona, sepse bota është më e rëndë. Trupi juaj do të peshonte më shumë. Çdo hap do të kërkonte më shumë mund. Mbi kokën tuaj nuk do të shkëlqente një diel i verdh si yni, por një yl i madh e i kuq, i qetë, që varet ulët në qiell dhe e mbush gjithçka me një dritë të ngrohtë të kuqëremt, si perëndimi i një dieli që nuk mbaron kurrë. Dita do të zjaste ndryshe, qielli do të kishte një ngjyrë tjetër dhe megjithatë, nën këmbët tuaja do të kishte gur i vërtet dhe ndoshta, vetëm ndoshta, në disa vende ujë. Kjo nuk është më një abstraksion në një tabel të dhënash. Është një vend, një botë me sipërfaqe, me qiell, me ajër, dhe pikërisht kjo është ajo që e bën aq të vështirë të mos ndërosh. Dhe ja ku arrim te momenti që ndau një kapitull të ri, kur teleskopi James Webb e drejtoi shikimin e vet të fuqishëm nga kjo botë, kur mati me durim dritën e ilit të kuq që kallonte kalim pas kalimi nëpër buzët e planetit, ai kapi diçka që shkencëtarët e prisnin prej dekadash, pa guxuar ta besonin plotësisht. Ai kapi gjurmën e një atmosfere. Jo hamendje, jo shpresë. Një sinjal të matur, të lehtësuar në dritë, të një zarfi ajri rreth një toke shkëmbore që qëndron në zonën e jetës. Grali i shenjtë, i kërkuar për breza të tërë, u shfaq më në fund, i zbeht por i vërtet, në të dhënat e një makine që noton mbi kokat tona. Imagjinoni për një çast se çfarë ndjen ata shkencëtar kur pan sinjalin. Jo bërtitje, jo feste menjëhershme, më shumë një heshtje e friksuar, një dyshim i kujdesshëm. A ishte e vërtet? A mund të ishte gabimi i instrumentit? Sepse ata e dinin diçka që edhe ne duhet ta dimë, se historia e kërkimit të atmosferave është plot me sinjale që u dukën të vërteta dhe pastaj u shuan. Prandaj gëzimi i tyre ishte i matur, i mbajtur, i mbështjell me kujdes. Kjo është bukuria e vërtetë e shkencës, që nuk vrapon drejt përgjigjes që dëshiron, por ecën ngadalë drejt përgjigjes që është. Dhe tani duhet të ndalem sërish, të kthehem te ajo derë e vogël ndeshmërie që hapa në fillim, sepse është më e rëndësishme se kurrë. Kjo atmosferë nuk është jetë. Nuk kemi gjetur qenie, nuk kemi dëgjuar sinjale, nuk kemi parë qytete apo pyje apo gjurmë hapash. Kemi gjetur ajër dhe vetëm ajër. Por mos e nëmblersoni këtë. Ajri është kushti i parë, dera e parë, pragu që duhet kaluar para se çdo ëndër tjetër të bëhet e mundur. Për herë të parë po shohim një botë ku dikush, teorikisht, mund të merrte frymë. Dhe kur ndodh kjo, pyetja e vjetër sa vet njerëzimi, pyetja a jemi vetëm në univers, pushon së qeni një mendim abstrakt në një natë me yje dhe bëhet diçka që mund ta ndjekim me instrumente, matje dhe durim. Pra qëndroni me mua, sepse historia sapo ka filluar. Ne e dim tani se çfarë gjetëm dhe pse ka rëndësi, por mbetet një pyetje që djeg, një pyetje që duhet i përgjigjemi para se të vazhdojmë mëtej në këtë udhëtim. Si mund të jetë e mundur kjo? Si arriti një makinë ndërtuar nga duart tona të nuhas ajrin e një bote që ndodhet 49 vjet dritë larg, aq larg sa drita që lecuam u nis kur bota jon ishte krejt tjetër? Si e ndajmë dritën e vjetër në ngjyra dhe lecojmë prej saj sekretet e një atmosfere që asnjë sy njeriu nuk do ta shoh kur drejt për drejt. Ndalloni dhe pyeteni veten këtë tani, sepse përgjigja është edhe më e habitshme se pyetja, dhe pikërisht atje do të nisemi më pas. Atëhere, leti përgjigjemi asaj pyetje që la e hapur, sepse ajo është zemra e gjithë kësaj historie. Si arriti një makinë ndërtuar nga duart tona të nuhas ajrin e një bote që ndodhet 49 vjet dritë larg? Përgjigja fillon me diçka që ju e keni parë me sytë tuaj, edhe pse ndoshta nuk e keni menduar kurrë si qelos i gjithësisë. Keni parë ndonjëherë dritën e diellit të thyer në një pikë shiu, të hapur në një ylber të plot mi qiell? Ajo bardhësi që duke e thjesht, papritur zbulon se brenda vetes fsheh të gjitha ngjyrat, të renditura njëra pas tjetrës. Pikërisht ky është sekreti. Drita nuk është kurrë vetëm dritë. Drita është një mesazh,
dhe ngjyrat janë alfabeti me të cilin ai mesazh shkruhet. Tani zhvendoseni këtë ide nga një pikë shiu te një yli largët. Kur teleskopi James Webb kap dritën e një yli, ai nuk mjaftohet ta shohë sa e ndritshme është. Ai e merr atë dritë dhe e shpërndan në të gjitha ngjyrat e saj, ashtu si pika e shiut, por me një saktësi mijëra herë më të hollë se çdo ylber që ka parë ndonjëherë syri njeriut. Ai e shtrin dritën në një brez të gjatë ngjyrash dhe pastaj vështron me kujdes se cilat pjesë të atij brezi janë të plota dhe cilat kanë boshllëqe. Sepse çdo boshllëk, çdo vije errët aty ku një ngjyrë duhet të ishte por nuk është, tregon se diçka e ka gëlltitur atë ngjyrë gjatë rrugës. Dhe ajo diçka, shpesh, është një gaz në atmosferën e një bote që kaloi para ilit. Duhet të ndalemi te një hollësi që e bën Webbin krejt të veçantë. Ai nuk sheh me dritën që shohim ne. Sytë tan kapin vetëm një copë të voçëll të gjithë asaj që quhet dritë, atë pjesë që ne e quajmë ngjyra të dukshme. Por përtej të kuqes, atje ku sytë tan verbohen dhe nuk shohin më asgjë, shtrihet një botë e tërë drite që quhet e kuqja e thellë, drita e ngrohtësisë. Dhe pikërisht aty, në atë pjesë të fshehur nga sytë tan, molekulat e ujit, të metanit, të dioksidit të karbonit dhe të dhjetra gazrave të tjerë lënë gjurmët e tyre më të qarta. Webbi u ndërtua enkas për ta parë këtë dritë të padukshme. Ai është një sy që sheh ngjehtësinë, dhe pikërisht kjo aftësi e bën atë të vetmin mjet në historinë e njerëzimit që mund të lexojë alfabetin e plot të një atmosfere të largët. Ai sheh atë që ne nuk mund ta shohim dhe në atë dritë të fshehur lexon fjalë që asnjë sy njeriu nuk do t'i shkuante kurrë. Dhe këtu duhet të ndalemi një çast e vet makina, sepse madhështia e saj është pjesë e mrekullisë. Në zemër të teleskopit, James Webb qëndron një pasqyrë e madhe e artë, e përbërë nga 18 copa gjashkëndore, të pallosura si petalet e një luleje kurunis dhe të hapura ngadalë në errësirën e hapësirës. Ajo pasqyrë mbledh dritën e zbehtë të një ili të largët, dritë kaq të dobët sa ka udhëtuar për dekada në përzbrasti para se të na arrijë dhe e përqendron atë në instrumente aq të ndjeshme sa duhet të mbahen në një të ftohtë tuajse absolut për të mos u verbuar nga nxehtësia e vetvetes. Sepse çdo trup i ngrohtë lëshon dritë të kuqe të thellë, madje edhe vetë teleskopi, madje edhe vetë instrumentet. Nëse Webbi do të ishte i ngrohtë, ai do të shihte vetëm shkëlqimin e vet, ashtu si një njeri që përpiqet të shohë yjet me një zjarr të ndezur para syve. Prandaj, ai u ftoh deri në një temperaturë më të ulët se çdo dimër që keni njohur ndonjëherë. Aq të ftohtë sa vetë materia tuajse ngrin dhe vetëm atëherë sytë e tij u bën mjaftueshëm të pastër për të lehtësuar ajrin e botëve të tjera. Tani përfityroni durimin që kërkon një matje e vetme. Teleskopi nuk e kap sekretin e një atmosfere brenda një çasti. Ai duhet të presë që planeti të kallojë para ilit, e pastaj të presë sërish, kalim pas kalimi, duke mbledhur dritë orë të tëra, ndonjëherë nete ditë të tëra, pune të mbledhura nga muaj vëzhgjimesh. Çdo kalim shton një pikë të vockëll në një pikturë që ndërtohet dalë nga dalë, ashtu si një mozaik që merr formë vetëm kur vendosen mijëra copa. Shkencëtarët nuk shohin një përgjigje të gatshme. Ata shohin numra, kurba, zhurmë, dhe brenda asaj zhurme, nëse janë me fat dhe të durueshëm, fillon të dalë ngadalë forma e brisht e një sinjali. Kjo nuk është magji, është punë e ngadalt, e mundimshme, e ndershme, e njerëzve që i kushtojnë vite të jetës së tyre për të nxjerrë një pëshpëritje nga një oqean britmash. Por tani duhet t'ju them diçka që do t'ju bëj të kuptoni sa e pamundur dukej kjo detyrë. Sinjali që kërkojmë është aq i vogël, aq i imtë, sa fjalët tuajse nuk mjaftojnë ta përshkruajnë. Kur një planet shkëmbor kalon para ilit të vet, ai bllokon një pjesë të dritës. Por atmosfera, ajo unaze holla e ri rreth planetit, prek vetëm një thërmi të asaj drite. Ne nuk po masim sa dritë bllokon i gjithë planeti. Ne po masim sa dritë ndryshon vetëm nga ai zarfi holla e ri në buzë të tij. Është një pjesë, një frakcioni, një ndryshim aq i vogël në shkëlqimin e ilit, sa është si të përpiqesh të vësh re nëse një lambe fuqishme është zbehur sepse një flutur ka fluturuar pranë saj, ndërsa ti qëndron kilometra larg. Për të kapur një sinjal kaq të holl, teleskopi duhet të vështrojë të njëjtin ill me orë të tëra, kalim pas kalimit të planetit, duke mbledhur me durim çdo grimc drite, derisa nga zhurma të dalë ngadalë forma e vërtetë e ajrit. Këtu hyn një hollësi që në fillim duket e çuditshme, madje kundërthënëse,
Ju do të mendonit se për të parë një botë të vogël shkëmbore si e jona, do të na duhej ili më i madh dhe më i ndritshëm i mundshëm, por e vërteta është pikërisht e kundërta. Sa më i madh dhe më i ndritshëm ili, aq më shumë drita e tij verbuese e mbyt sinjalin e imtë të planetit, si një brit më që mbullon një pëshpëritje. Prandaj botët më të lehta për t'u lecuar nuk janë ato rreth yjeve gjigante të ndritshëm si dieli ynë, por ato rreth yjeve të vegjël, të zbehtë dhe të kuq, zhuhave të kuq. Dhe këtu qëndron arsyeja e vërtet pse planeti Eles 140b u bë një objektiv aq i çmuar. Mendojeni me një krahasim të thjeshtë. Nëse mbani një qiri të vogël para një projektori gjigant dhe pyesni sa e erëson qiriri dritën, përgjigja është tuajse asgjë, sepse projektori është shumë i fuqishëm. Por nëse mbani po atë qiri para një lambe të voçkëlnate, ai befas mbullon një pjesë të mirë të dritës dhe ndryshimi bëhet i qartë. Ili Eles 140 është pikërisht ajo lambe vogël nate. Është aq i vogël dhe aq i zbehtë sa planeti shkëmbor që kalon para tij bllokon një pjesë shumë më të madhe të dritës së tij se çdo të bllokonte para një ili si dieli. Sinjali i atmosferës, i matur në raport me ilin, bëhet shumë herë më i fortë. Zhuhat e kuq, pra, janë dhurata e fshehtë e natyrës për ne. Ata janë të vetme tyje ku me teknologjinë e sotme mund të shpresojmë vërtet të lexojmë ajrin e një toke shkëmbore. Dhe që ta kuptoni sa i vështirë ka qenë ky udhtim, duhet të kujtoni se ku nisi gjithçka. Metoda që përdorim sot nuk lindi e gatshme. Ajo u provua për herë të parë me botë shumë më të lehta se e jona. Në vitin 2002, astronomi David Charboni arriti të leconte për herë të parë një përbërës të atmosferës së një bote tjetër, një gjurmë natriumi në ajrin e një giganti gazi të ngjehtë e të fryrë. Ajo botë ishte tepër e madhe, me një atmosferë të trashë dhe të lehtë për t'u kapur, si një re e stërmadhe që mbullon një pjesë të mirë të dritës. Ishte një triumf, por ishte edhe një hap i lehtë krahasuar me atë që na priste. Sepse një gjigant gazi është shumë herë më i lehtë për t'u lecuar se një botë e vogël shkëmbore. Atmosfera e një giganti është e trashë sa një batanie. Atmosfera e një toke si e jona është e hollë sa lëkura e sipërme e një mole. Të kalosh nga lecimi i batanies te lecimi i lëkurës së mollës nga 10 vjet dritë larg, kërkoi 2 dekada të tëra përparimi, një teleskop krejt të ri dhe një saktësi që në vitin 2002 dukej si fantazi. Charboni hapi një derë, por vetëm brezi i sotëm arriti të kalonte nëpër të drejtë botëve të vogla e shkëmbore. Mendoni sa i gjatë është ky zinxhir durimi. Nga një gjurmë natriumi në një gjigant të nxehtë deri te gjurma e një atmosfere të tërë rreth një toke shkëmbore në zonën e jetës, kanë kalluar breza shkencëtarësh, secili duke shtuar një hall të vogël në një zinxhir që asnjë prej tyre nuk do ta shihte të përfunduar. Kjo është ndoshta ana më e bukur dhe më e nënvlerësuar e shkencës. Ajo nuk është vepra e një gjeniu të vetëm në një çast ndriçimi. Ajo është një ndërtesë e madhe që ngrihet gur pas guri nga mijëra duar, shumica prej të cilave nuk do ta shohin kurrë kupolën e mbaruar. Dhe kur më në fund Webbi lecoi ajrin e Eles 140b, ai nuk po bënte vetëm një zbulim. Ai po vendoste gurin e fundit mbi një ndërtesë që kishte nisur dekada më parë, në një natë kur dikush guxoi të besonte se drita e një bote të largët mund të lecohej si një libër. Dhe ka edhe një dhuratë tjetër tek ata yje të vegjël. Ata janë të ftohtë, kështu që zona e tyre e banueshme, ai brez ku uji mund të jetë i lëngshëm, ndodhet shumë afër. Planeti e bën një vit të rinë për vetëm pak ditë ose javë. Kjo do të thotë se ai kalon para ylit të vet shpesh, përsëri e përsëri, dhe çdo kalim është një mundësi e re për të mbledhur dritë. Në vend që të prisnim një vit të tërë toksor midis matjeve, siç do të na duhej për një botë si e jona, mund të mbledhim 10 matje brenda pak javësh. Kështu, yli i vogël ve i kuq na jep 2 dhurata njëherësh, një sinjal më të fortë dhe një mundësi më të shpeshtë. Nuk është për t'u habitur pra, që kur njerëzimi vendosi të kërkonte për herë të parë ajrin e një toke shkëmbore në zonën e jetës, sytë tanë u kthyen drejt këtyre gjuhave modest e të kuq. Por tani, ashtu siç bën gjithmonë natyra, çdo dhuratë vjen e mbështjell me një kurt. Sepse po ata gjuqa të kuq që na e bëjnë sinjalin më të lecueshëm, janë njëkohësisht yjet më tinzar, më të vështirë për t'u besuar. Dhe këtu fillon pjesa e historisë ku duhet të bëhemi vetë shkencëtar, ku duhet të mësojmë, të dushojmë. Sepse çdo zbulim i madh vjen bashkë me hijen e vet, me mundësinë që të kemi gabuar. Mendoni se çfarë është një yll në të vërtetë.
Nuk është një lambe qete palvishme, është një sferë gjigante gazi të skuqur që vllon, gurgullon dhe shpërthen pa ndërprerje. Në sipërfaqen e tij shfaqen njolla më të errta e më të ftohta, ashtu si njollat në diellin ton, dhe zona më të ndritshme e më të nxehta. Këto njolla lëvizin, shfaqen dhe zhduken, ndërsa ili rrotullohet rreth boshtit të vet. Tani kujtoni se si e lexojmë ne ajrin e planetit. Ne masim ndryshime shumë të vogla në ngjyrat e dritës së ylit. Por çka ndodh nëse vet ili, me njollat e tij që shfaqen dhe zhduken, ndryshon ngjyrën e dritës që lëshon? Atëherë ne mund të shohim një vijë të errët në ngjyra dhe të mendojmë me gëzim se kemi gjetur ujë ose metan në atmosferën e planetit, ndërsa në të vërtetë, ajo vijë vjen nga një njollë e ftohtë në sipërfaqen e vet ilit. Sinjali që na duket ajër i një bote tjetër mund të jetë në fakt vetëm një hije në fytyrën e ilit. Ky është kurti që quhet kontaminim nga njollat e ilit, dhe ai ka mashtruar ekipe të tëra shkencëtarësh. Gjuqat e kuq janë veçanërisht të prirur ndaj tij, sepse janë të vegjël dhe të trazuar, me njolla që mbullojnë pjesë të mëdha të sipërfaqes së tyre. Kështu, po ai il që na e bën sinjalin më të fortë, na fut edhe në tundimin më të rrezikshëm, atë të gënjimit të vetvetes. Dhe kjo nuk është vetëm ja grack, ka edhe zhurmën e vet instrumentit, dridhjet e vogla, gabimet e imta që lindin brenda vet makinës, të cilat mund të krijojnë forma të rreme që duken si sinjale të vërteta. Ka nxehtësinë, dritën e sfondit, mjera burime të vogla pasigurie që të gjitha përzihen me thërmien e brisht të dritës që kërkojmë. Dhe pikërisht për këtë arsye, historia e kërkimit të atmosferave është plot me sinjale që dukeshin të vërteta dhe pastaj u shuan. Ka ndodhur më shumë se një herë që një ekip të njoftoi me entuziazëm gjetjen e një gazi në një botë të largët, gazetat ta përhapin lajmin, njerëzit të ndërrojnë dhe pastaj, muaj ose vite më vonë, kur matjet të përsëriten me kujdes më të madh, sinjali të zhduket si mjegull në diell. Nuk kishte qenë kur ajër. Kishte qenë një njollë illi, një gabim instrumenti, një interpretim i nguqëm i bërë nga zemra tip dëshironte të besonte. Kjo nuk është turp për shkencën. Kjo është vetë shkenca në punë, mekanizmi i saj i vetë korrigjimit, dyshimi i shenjtë që na mbron nga ëndrat tona. Provoni ta ndjeni tensionin që përjeton një shkencëtar në këtë çast. Ai ka parë një sinjal. Zemra i thotë se është ajër, se është zbulimi i jetës së tij. Por mendja e stërvitur i thotë ndallu, dyshoje, provoje sërish, sepse nëse del në botë dhe thua se ke gjetur ajër te një botë tjetër, dhe pastaj rezulton se ishte thjesht një njollë në fytyrën e një ili, emri yt shkencor plagoset përgjithmonë. Prandaj shkencëtarët e vërtet nuk vrapojnë, ata presin. Ata kërkojnë të njëjtin sinjal në kalim pas kalimi, në muaj pas muaji, derisa mundësia e rastësisë të bëhet aq e vogël sa nuk mund të mohohet më. Konfirmimi i vërtet nuk vjen brenda një nate, ai vjen pas vitesh vëzhgimesh të përsëritura, pas kontrollesh të pafundme, pas debatesh të ashpra mes ekipeve që përpiqen njëra tjetrën ta gënjejnë e ta kapin gabim. Dhe vetëm ajo që mbijeton gjithë këtë betejë meriton të quhet zbulim. Tani, për ta kuptuar sa i thellë është ky kujdes, më lejoni t'ju çoj te historia e një sistemi që u bë njëkohësisht shpresa më e madhe dhe mësimi më i ashpër i gjithë kësaj fushe. Kujtoni ilin që u përmend më herët, atë me 7 botë toksore rreth vetes. Sistemi Trappist 1, i zbuluar nga astronomi Michel Gioni dhe ekipi i tij pranë Universitetit të Liezhit në vitet 2016 dhe 2017. 7 planet me përmasa toke të ngjeshur rreth një gjuqi të kuq të vogël, 40 vjet dritë larg. 3 prej tyre në zonën e banueshme, atje ku uji mund të qëndrojë i lëngshëm. Kur bota mësoi për këtë sistem, u ndez një zjarr shprese si rallëherë. Ky ishte, mendonin të gjithë, vendi ku do të gjenim ajrin e parë. 7 shanse njëherësh, të gjitha afër, të gjitha të përsosura për t'u lecuar. Trappist 1 u bë ëndra e një bote të tërë astronomësh. Dhe kur teleskopi James Webb më në fund në qiell e drejtoi shikimin e vet nga ky sistem legjendar, gjithkush mbajti frymën. Këtu, mendonin, do të gjejmë atmosferën, këtu do të hapet dera. Por natyra na dha një mësim modestie. Kur Webbi shirtoi botët më të brendshme të Trappist 1, ato më afër ilit, ai nuk gjeti shenjat e një atmosfere të trashë e të pasur. Sinjalet flisnin për botë të zhveshura, ose me atmosferë kaq të hollë sa tuajse të padukshme, shkëmbinj të ngjehtë të goditur pamëshirë nga afërsia me ylin. Shpresa më e madhe e fushës, sistemi ku të gjithë prisnin të gjenin ajër i pari,
U tregua më i vështirë, më i egër, më i heshtur nga që kishim ndëruar. A ishte kjo një dështim? As pak. Ky ishte një nga rezultatet më të çmuara që mund të merrnim, sepse na mësoi diçka thelbësore, se afërsia me një gjush të kuq mund të jetë vdekje prurëse për një atmosferë. Na mësoi se prania e një planeti në zonën e jetës nuk garanton as pak që ai të ketë ende ajër, dhe na dha një pikë krahasimi të pazëvendësueshme, sepse tani, kur shohim një sinjal atmosfere të një botë tjetër, e dim sa e rrallë dhe sa e çmuar është. Trapist 1 u bë via bazë, tereni kundër të cilit maten të gjitha zbulimet e tjera. Ai na tregoi se sa lehtë një botë e vendosur në vendin e duhur mund të mbetet krejt e zhveshur, dhe pikërisht kjo e bën edhe më të jashtëzakonshme çdo botë që kundër të gjitha gjasave arrin ta mbajë ajrin e vet. Ndaloni një qast dhe përpiquni të kuptoni pse kjo është kaq befasuese. Ne kishim menduar gjithmonë se pjesa e vështirë ishte të gjeje një botë në zonën e artë, të gjeje distancën e përsosur ku nuk bën as shumë nxehtë sa uji të avulloj, as shumë ftohtë sa ai të ngrijë. Kjo është zona e arta, brezi i ngushtë ku një botë mund të mbajë oqeane mbi sipërfaqe. Por trapist 1 na tregoi se vendodhja e duhur është vetëm gjysma e betejës. Një botë mund të ulet pikërisht në mes të zonës së artë dhe prapse prap të jetë një shkëmb i zhveshur, i grabitur nga ajri i vet nga dhuna e ylit të saj. Zona e banueshme të thot ku uji mund të qëndrojë. Nuk të thot se ai qëndron vërtet. Për këtë të fundit duhet ajri, dhe ajri, siç po mësojmë, është një thesar shumë më i brisht dhe më i rrallë nga që kishim shpresuar. Dhe kështu arrim te pyetja që i jep gjithë kësaj historie tensionin e vet të vërtet. Nëse edhe sistemi trapist 1 me 7 botët e veta të përsosura na zhgënjeu me botët e veta të zhveshura, atëhere pse gjushat e kuq të mbajnë ende në shpresën gjallë? Përgjigja qëndron te numrat, dhe numrat janë marramendës. Gjushat e kuq janë yjet më të zakonshëm në gjithë galaktikën. Ata përbëjnë rreth 3/4 e të gjithë yjeve që ekzistojnë. Kudo që të kthesh shikimin në rrugën e qumështit, shumica dërmuese e dritave të vogla që shkëlqejnë atje janë gjusha të kuq. Nëse edhe një pjesë e vogël e tyre kanë botë shkëmbore, dhe nëse edhe një pjesë e vogël e atyre botëve arrin ta mbajnë ajrin e vet kundër dhunës së ylit, atëherë numri i botëve me atmosferë në galaktikën tonë del i palogaritshëm. Miliarda mundësi. Miliarda dritare të vogla drite, secila prej të cilave mund të fshejë një botë me qiell. Por këtu fshihet edhe misteri më i thellë të gjithëve, sepse gjugjat e kuq, sidomos në rinin e tyre, janë nyje të tërbuar. Ata lëshojnë shpërtime të furishme, valë rrezatimi dhe grimkash që mund të gërrijnë e të shkulin atmosferën e një planeti të afërt, ta grabisin fjalë për fjalë atë zarf të hollë ajri dhe ta hedhin në hapësirën e zbrazët. Një botë e vendosur kaq afër një yli të tillë duhet të ketë duruar miliarda vjet stuhi shijore. Dhe pikërisht këtu lind pyetja që i lë pa fjalë shkencëtarët. Nëse gjugjat e kuq janë kaq të dhunshëm, si mundi një botë si Eles 140 ta mbajë ende ajrin e vet? Si mbijetoi ai zarfi holl miliarda viteve stuhie? Çdo atmosferë mbetur rreth një gjugji të kuq nuk është thjesht një zbulim, është një enigmë. Është një mbijetesë që askush nuk e kupton plotësisht. Një ajër që nuk duhej të ishte më aty, e megjithatë është. Provoni ta imagjinoni këtë betejë të gjatë sa vetë koha. Kur një gjugj i kuq lind, ai kalon një rini të egër që zgjat qindra miliona vjet, një kohë gjatë së cilës lëshon shpërtime pas shpërtimesh, si një zemër që rreh me tërbim para se të qetësohet. Një planet i vendosur në zonën e tij të artë duhet të qëndrojë pikërisht aty, i afërt dhe i pambrojtur, ndërsa ai bombardim vazhdon miliarda vjet. Çdo shpërthim kërkon të shkull grimcat e sipërme të atmosferës dhe t'i hedhë në hapësirë thërmij pas thërmije, si era që gris petalet e një luleje. Për një botë të vogël me rëndës të dobët, kjo mund të jetë vdekjeprurse. Ajri i saj rrjedh ngadalë në zbrazëti dhe një ditë ajo mbetet një shkëmb i zhveshur, si botët e brendshme të trapist 1. Por një botë më e rëndë, me rëndës më të fortë, mund t'i mbahet ajri të vet me thonjë e me dhëmb, duke e tërhequr atë poshtë, duke e mbajtur të lidhur pas vetes edhe përballë stuhisë. Dhe pikërisht kjo mund të jetë arsyeja pse një botë si Eles 140b, më e rëndë se e jona, arriti të mbijetojë atje ku botë më të vogla u dorëzuan. Por edhe kjo është vetëm një hamendje, një prej shumë përgjigjeve të mundshme që shkencëtarët i peshojnë me kujdes. Ndoshta atmosfera që shohim sot nuk është e njëjta që lindi me planetin.
Ndoshta ajo u shkull dikur dhe u rilin më vonë, e nxjerr nga thellësitë e botës vet, nga vulkane dhe nga shkëmbinj që lëshuan gazet e reja në qiell, pasi stuja e rinisë së illit u qetësua. Ne nuk e dim me siguri, dhe pikrisht kjo pasiguri, ky misteri i ajrit që nuk duhej të ishte aty, e bën Eles 140b një nga botët më magjepse që kemi parë ndonjëherë. Sepse ajo nuk na jep vetëm një përgjigje. Ajo na jep një gjegjëz, dhe gjegjëzat në shkencë janë më të çmuara se arti, sepse ato hapin dyert e reja që as nuk I kishim menduar. Dhe kjo ishte pikrisht ajo që e bëri sinjalin nga Eles 140b kaq të veçantë, kaq të vështirë për t'u besuar dhe kaq të mrekullueshëm njëherësh. Sepse ndryshe nga botët e brendshme të trapist 1 që dolën të zhveshura, kjo botë tregoi diçka tjetër. Webbi mati dritën e illit të kuq që kalonte, kalim pas kalimi, në përbuzet e planetit, dhe në atë dritë të ndarë në ngjyra u shfaq një gjurmë. Jo gjurma e një shkëmbi të zhveshur. Gjurma e diçkaje që rrethon planetin, që e mbështjell atë, që gëlltit ngjyra ashtu si vetëm një atmosferë mund ta bëjë. Kundër të gjitha gjasave, kundër dhunës së illit, kundër mësimit të ashpër që na kishte dhënë trapist 1, kjo botë e vogël dukej se I kishte mbajtur ajrin e vet. Dhe ku shkencëtarët filluan të leconin me kujdes se çfarë lloj ajri ishte, historia u bë edhe më e thellë. Sepse sinjalet e para nuk flisnin për një atmosferë çfarëdo. Ato lakonin drejt një gazi të veçantë, një gazi që ju e njihni shumë mirë, edhe pse ndoshta nuk e keni menduar kurrë. Një gaz I qetë, I qëndrueshëm, I rënd sa duhet për t'i rezistuar erës yjore. Dhe nëse ai gaz ishte vërtet aty, atëherë kjo botë e vogël nuk ishte thjesht një shkëmbë me pak ajër. Ajo mund të ishte diçka shumë më e ngjashme me shtëpinë tonë nga ç'kishim guxuar të shpresonim. Por çfarë ishte saktësisht ai gaz, dhe çfarë do të thoshte prania e tij për mundësinë e ujit, të oqeaneve, madje edhe të diçkaje më shumë? Kjo është pikrisht pyetja në të cilën duhet të zhytemi tani. Ndaj qëndroni me mua, sepse jemi në pragun e pjesës më të rëndësishme të gjithë historisë. Ne kuptuam si e lecojmë ajrin nga 10 vjet dritë larg, me dritën e ndarë në ngjyra si një ilber I fshehur. Kuptuam pse yjet e vegjël e të kuq janë njëkohësisht miqt tanë më të mirë dhe mashtruesit tanë më të rrezikshëm. Mësuam nga zhgënjimi I trapist 1 se një botë në vendin e duhur mund të mbetet e zhveshur, dhe pikërisht kjo e bën çdo atmosferë të mbijetuar një mrekulli të vërtetë. Dhe tani dim se Eles 140b, kundër të gjitha gjasave, e mbajti ajrin e vet. Por pyetja që djeg më shumë se çdo tjetër mbetet ende pa përgjigje. Çfarë lloj bote është kjo në të vërtetë? Nëse ai gaz I qetë është vërtet aty, a mund të fshihet poshtë një oqean I vërtet, një det I lëngshëm në një botë tjetër? Dhe nëse po, çfarë do të thoshte kjo për pyetjen që na ka përndjekur që në fillim, pyetjen nëse jemi vetëm? Ndalloni dhe pyeteni veten këtë tani, sepse pikërisht atje, në zemrën e kësaj bote të largët, do të zhytemi më pas. Pra le ta themi më në fund emrin e atij gazi të qetë, sepse ju e njihni më mirë se çdo tjetër, edhe pse ndoshta nuk e keni menduar kurrë si mrekulli. Është azoti. I njëjti gaz që tani në këtë çast mbush më shumë se 2/3 e frymës që merrni pa e vënë re. Sa herë keni thithur sonte, çdo herë keni tërhequr në gjoks kryesisht azot, atë gaz të matur, të përmbajtur, që nuk digjet, nuk shpërthen, nuk nxiton të lidhet me asgjë. Dhe pikërisht kjo qetësi e tij është ajo që e bën sinjalin nga Eles 140b kaq të jashtëzakonshëm. Sepse azoti nuk është thjesht një gaz, ai është firma e një atmosfere që ka qëndruar. Për ta kuptuar pse shkencëtarët mbajtën frymën kur pan atë gjurmë, duhet të mendoni se çfarë do të thotë të mbetesh. Shumica e gazrave janë të lehta dhe të trazuara, gati të ikin, gati të shpërndahen në zbrazëti sapo një il I tërbuar t'i godas. Por azoti është I rënd sa duhet, I qëndrueshëm sa duhet, aq I plogësht në sjellje sa I reziston tërheqjes së hapësirës më mirë se shumë të tjerë. Kur ne shohim azot rreth një bote, nuk po shohim vetëm një gaz, po shohim provën se atje ka mbetur diçka e trash, e qëndrueshme, një zarf I vërtet ajri që nuk u shkul, nuk u avullua, nuk u fshkatërua nga dhuna e ylit të kuq. Është ndryshimi mes një frymarrjeje të vetme që shuhet me njëherë dhe një atmosfere të plot që rri e palvizur brez pas brazi mbi një sipërfaqe.
Mendoni se çfarë do të thoshte kjo po të qëndronit vërtet aty. Në tokë, ajri që ju mbush mushkërit është kryesisht azot, i përzier me pak oksigjen. Azoti është shtrati i qetë mbi të cilin shtrihet gjithë klima jon, ai që mban presionin, ai që e pengon ujin të vllojë e të ikë, ai që bën të mundur që një pikë shiu të bjerë ngadalë dhe një det të qëndrojë lëngshëm. Të gjesh azot të një botë tjetër është si të gjesh themelin e një shtëpie para se të kesh parë muret. Nuk të thotë se dikush jeton brenda, por të thotë se shtëpia mund të qëndrojë në këmbë. Dhe kjo, pas gjithë atyre botëve të zhveshura që kemi parë, pas gjithë atyre shkëmbinjve të grabitur nga ajri i vet, është një gjë e rrallë dhe e çmuar. Por më lini t'ju ndalloj sërish këtu, ashtu siç kam bërë që në fillim, sepse ndeshmëria mbetet gjithçka. Azoti nuk është jetë. Është një gaz që prodhohet lehtë edhe pa asnjë gjales, nga vulkane, nga kimia e thjeshtë e shkëmbinjve, nga proceset që ndodhin në çdo botë të pajetë. Prania e tij nuk na thot se atje frymon dikush. Na thot vetëm se atje ka një atmosferë të qëndrueshme, një prag të kalluar, një derë të hapur drejt mundësive. Ne nuk kemi gjetur banor. Kemi gjetur një dhomë ku teorikisht dikush mund të hynte. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse duhet të flasim me kujdes, të gëzohemi pa u dehur, të ndërojmë pa gënjyer veten. Sepse sapo dim se atje ka një atmosferë të vërtet me azot, lind menjëherë pyetja tjetër, ajo që na djeg më shumë. Nëse ka ajër të qëndrueshëm, a mund të ketë edhe ujë? Dhe këtu modelet e shkencëtarëve fillojnë të pikturojnë një botë që të merr mend. Sepse LS 140b nuk është vetëm shkëmbore dhe ajrosur. Sipas disa modeleve, ajo mund të jetë diçka shumë më e habitshme. Ajo mund të jetë një botë oqeani. Por ky nuk është një oqean si ata që njohim ne. Kujtoni se ky planet rrotullohet aq afër ilit të vet të kuq, sa ka të ngjarë të jetë i mbërthyer nga rëndesa në një vale të përjetshme, gjithmonë me të njëjtën fytyrë të kthyer nga ili, ashtu si hëna na tregon gjithmonë të njëjtën anë. Kjo do të thotë se një gjysmë e planetit jeton në një ditë të pafundme, e larë për herë nga drita e kuqe e ngrohtë, ndërsa gjysma tjetër është zhytur në një natë të përjetshme, të ftohtë e të errët. Dhe pikërisht kjo ndarje krijon një pamje që duket e nxjerrë në një ëndër. Në anën e përhershme të ndriçuar, aty ku ngrohtësia e ilit bie pa pushim, modelet lejojnë një det të vërtet e të lëngshëm, ndoshta të gjerë sa gjysma e Atlantikut ton. Një sy uji i madh, i qetë, që shkëlqen në një diell që nuk perëndon kurrë. Dhe rreth atij deti, ashtu siç largohesh në ngrohtësia drejt të ftohtit, uji ngadalë ngurtësohet. Në buzë e tij, aty ku drita e ilit dobësohet, oqeani i lëngshëm rrethohet nga një unazë stërmadhe akulli, një breg i ngrirë që shtrihet drejt anës së errët të botës. Përfytyroni një sy blu të gjallë në mes të një fytyre të bardhë të ngrirë. Një det i vetëm, i ngrohtë, i mbajtur i lëngshëm nga ngullmi i ilit që e shikon pa u shkëputur, i rrethuar nga një shkretir akulli që zgjatet drejt natës që nuk mbaron. Nëse kjo pamje është e vërtet, atëherë LS 140b nuk është thjesht një shkëm me ajër. Ajo është një botë me një bregdet, me valë, me një vijë ku uji takon akullin. Është një vend. Mendoni edhe një çast se çfarë do të ndodhte në vijën ku takohen dita e përjetshme dhe nata e përjetshme, atë brez të holl muzgu që rrethon gjithë botën si një unaz? Aty, ku ngrohtësia e ilit takon ftohtësinë e errësirës, ajri do të lëvizte pa pushim, do të ngrihej mbi detin e ngrohtë dhe do të rrëshqiste drejt akullit, duke krijuar erra të pandallshme, një frymë të përjetshme që lidh dy gjysmat e kundërta të planetit. Uji i ngrohtë i detit të ndriçuar do të avullonte ngadalë, do të udhtonte me erën drejt anës së errët dhe do të binte atje si borë mbi shkëmbinjtë e ngrirë, e pastaj, ndoshta, do të rrëshqiste sërish si akulli lëngshëm drejt ngrohtësisë në një cikël të pafund. Një botë ndarë më dysh dhe megjithatë e lidhur nga një frymë e vetme që kallon mbi bregun e akullt. Kjo nuk është fantazi e paarsyeshme. Është pikërisht lloji i botës që fizika lejon kur një det qëndron në një ill që nuk perëndon kurrë. Ndalloni një çast dhe ndjeni peshën e asaj fjale. Një vend, jo një pikë të dhënash në një tabel, jo një rresht numrash në një raport shkencor, por një botë me gjeografi, me një det që mund të kishte breg, me një qiell të kuq mbi ujëra të kalltra. Sigurisht, ne nuk e kemi parë kurrë atë det. Ne nuk e dim me siguri nëse ai ekziston. Modelet janë hamendje të arsyeshme, jo fotografi. Por vetëm mundësia, vetëm fakti që tani kemi një botë ku një det i tillë lejohet në fizika, e ndryshon mënyrën si e ndjejmë pyetjen e vjetër. Sepse tani, kur pyesim nëse jemi vetëm,
kemi një vend konkret ku të drejtojmë shikimin, një breg ku imagjinata mund të ulet. Dhe ka diçka thellësisht njerëzore në këtë ndryshim. Për mijëra vjet, kur njeriu shtrinte kokën lart dhe pyeste nëse ishte vetëm, ai nuk kishte asnjë vend ku ta vendoste atë pyetje. Qielli ishte një tavan i largët, i pakapshëm, i mbushur me pika drite pa emër dhe pa fytyrë. Por tani, për herë të parë, pyetja ka një adres. Ka një ill të kuq në yllsinë e balenës, ka një botë me mas e me rreze, ka një det të mundshëm në një diell që nuk perëndon. Kjo nuk e afron përgjigjen, por e bën pyetjen të prekshme, dhe një pyetje e prekshme është shumë më e fuqishme se një pyetje abstrakte. Ajo na detyron të shikojmë, të masim, kthehemi sërish e sërish drejt të njëjtës pikë në errësirë. Por uji dhe ajri, sado të mrekullueshëm, janë ende vetëm skena. Ata janë dhoma dhe drita, jo banori. Dhe këtu historia jon bën një hap më tej, drejt pyetjes më të guximshme që mund të bëjë shkenca. Nëse një ditë do të donim vërtet të dinim, jo thjesht nëse një botë ka ajër, por nëse ka jetë, çfarë do të duhej të kërkonim? Cila do të ishte firma që s'mund të falsifikohej, gjurma që vetëm e gjalla mund ta linte? Kjo pyetje ka një emër, dhe në qendër të saj qëndron një shkencëtare që i ka kushtuar jetën pikërisht kësaj gjëje. Emri i saj është Sara Sigar dhe punon në Institutin e Teknologjisë i Massachusettsit. Prej vitesh, ajo dhe të tjerë si ajo kanë hartuar diçka që tinglon si një listë magjike, por është në fakt kimi e kulluar. Ata pyesin, cilat molekula mund t'i prodhoj jeta, dhe njëkohësisht janë kaq të vështira për t'u prodhuar nga kimia e pajet, sa prania e tyre do të ishte një shenjë fort se atje po ndodh diçka e gjallë. Këto quhen gazrat bjondërprerës, firmat e mundshme të jetës në qiellin e një bote tjetër. Dhe puna e Sara Sigar është pikërisht të kuptojë se cilet gaze duhet i besojmë dhe cilet mund të na mashtrojnë, sepse edhe këtu, si kudo në këtë histori, gënjeshtra pret në çdo cep. Në krye të asaj liste qëndron oksigjeni. Në tokë, tuaj se i gjithë oksigjeni që thithni është prodhuar nga jeta, nga bimët dhe algat e vogla që prej miliarda vjetësh e mbushin ajrin ton me të. Oksigjeni është jetur, i pangopur, gati të lidhet me gjithçka, të djeg, të ndryshk, të zhduket. Nëse nuk rimbushet vazhdimisht, ai largohet nga ajri. Prandaj të gjesh një atmosferë plot oksigjen është si të gjesh një zjarr që digjet ende pas miliarda vjetësh. Diçka duhet ta ushqej, dhe ajo diçka në rastin ton ishte jeta. Por edhe oksigjeni mund të gënjej, sepse në disa botë ai mund të lind edhe pa jetë, kur drita e yllit ndan avullin e ujit. Prandaj Sara Sigar dhe kolegët e saj nuk kërkojnë kurrë një gaz të vetëm. Ata kërkojnë kombinime, ekuilibra të pamundur, gjurmë që bashkë tregojnë një histori që vetëm e gjalla mund ta shkruaj. Këtu qëndron ideja më e thellë dhe më e bukur e gjithë punës së saj, dhe ja vlen të ndaleni ta kuptoni. Jeta nuk njihet nga një gaz i vetëm, por nga një ekuilibër. Në një botë të pajetë, kimia përfundon në qetësi. Gazrat lidhen me njëri tjetrin derisa gjithçka gjen prehjen e vet dhe nuk ndodh më asgjë. Por jeta e prish këtë prehje. Ajo mbush ajrin vazhdimisht me gazra që po të mos kishte diçka që i rimbushte, do të duhej të ishin lidhur me kohë dhe zhdukur. Kur ne shohim në një atmosferë dy gazra që nuk duhej të bashkëjetonin, dy molekula që normalisht do të shkatronin njëra tjetrën dhe megjithatë të dyja janë ende aty, atëherë kemi arsye të pyesim se çfarë po i mban të gjalla. Sepse diçka duhet të punojë pa ndërprer kundër qetësisë. Diçka duhet të mbush ajrin më shpejt se sa kimia e boshllëkut e zbraz. Në tokën tonë, ajo diçka është vetë jeta. Prandaj Sara Sigar nuk kërkon një firmë, por një kontradikt, jo një gaz, por një luftë të vazhdueshme që nuk duhet të ekzistonte. Në atë listë ka edhe metanin, gazin që në tokë e prodhojnë qenijet e gjalla dhe kallëzimi i tyre. Ka edhe një molekul me një emër të çuditshëm, sulfurin e dimetilit. Kjo e fundit është veçanërisht magjepse, sepse në planetin ton ajo prodhohet tuajse tërësisht nga jeta, nga alga të vogla që notojnë në detet tona. Është aroma e kripur e erës së detit që ndjeni kur afroheni bregut, pjesërisht kjo molekul. Në tokë, aty ku ka sulfur dimetili në ajër, ka pothuajse gjithmonë jetë që e prodhon. Prandaj, po ta gjenim atë gaz në atmosferën e një bote tjetër, zemra do të na kërcente. Do të ishte ndoshta gjëja më e afërt me një gishtrin jete që mund të kapim nga 10 vjet dritë larg. Por vini re se sa herë kam thënë ndoshta, sepse pikrisht atje qëndron gjithë tensioni i kësaj shkence.
Dhe pikrisht këtë tension e ka jetuar bota vetëm pak vite më parë, me një planet tjetër që u bë befas embri më i përfolur në gjithë astronominë. Ai quhet K2-18b dhe ndodhet 124 vjet dritë lart nesh, shumë më larg se bota jone sotme. Nuk është një botë krejt si e jona. Është më e madhe, diku mes tokës dhe një giganti të vogël gazi. Një lloj bote që disa shkencëtar mendojnë se mund të mbullohet nga një oqean i thellë në një atmosferë të pasur. Kur teleskopi James Webb e drejtoi shikimin drejt saj, ai gjeti diçka që ndezi menjëherë imagjinatën e mbar botës. Në vitin 2023, Webbi kapi te K2-18b gjurmët e qarta të dy gazrave, metanit dhe dioksidit të karbonit. Kjo në vetvete ishte një arritje shkëlqyer, sepse tregonte një atmosferë të pasur me molekula të lidhura me karbonin, pikrisht ato që lidhemi ne me jetën, ashtu siç e njohim. Por lajmi që bëri titujt e gazetave në gjithë botën ishte diçka tjetër, diçka shumë më e brisht. Disa nga studiuesit raportuan se mes zhurmës mund të kishin dalluar edhe një gjurmë të zbehtë të asaj molekule magjike, sulfurit të dimetilit, të njëjtit gaz që në tokë e prodhojnë vetëm gjalesat. Për një çast, dukej sikur njerëzimi kishte parë hijen e parë të mundshme të jetës në qiellin e një bote tjetër. Por tani dëgjomuni me shumë kujdes, sepse ky është pikrisht momenti ku ndeshmëria e shkencës vihet në provë. Ajo gjurmë e sulfurit të dimetilit mbetet e debatueshme dhe e pakonfirmuar. Nuk është një zbulim, është një përshpëritje në mjegull, një sinjal aq i dobët sa shumë shkencëtar të tjerë e vënë menjëherë në dyshim. Kur ekipet të pavarur shqyrtuan të njëjtat të dhëna, disa nuk e gjetën fare atë gjurmë. Të tjerë thanë se ajo mund të shpjegohej lehtësisht me zhurmën e instrumentit ose me molekula të tjera që lënë gjurmë të ngjashme. Sinjali ishte aq në kufi të asaj që teleskopi mund të dallonte, sa askush nuk mund të betohej se ishte i vërtetë. Dhe pikrisht ky dyshim i menjëhershëm dhe i ashpër nuk është dobësi e shkencës, është forca e saj më e madhe. Sepse mendoni sa lehtë do të ishte të thuash thjesht po, sa lehtë do të ishte të dilje para botës dhe të shpalje se ke gjetur gjurmën e jetës në një yll tjetër. Titujt do të ishin të mrekullueshëm, brohoritja do të ishte e menjëhershme. Por shkenca e vërtet nuk rapon drejt përgjigjes që dëshiron. Ajo ndallon, dyshon, kërkon prova më të forta. Ajo kërkon që i njëjti sinjal të shfaqet sërish e sërish, në vëzhgjim pas vëzhgjimi, nga ekipe të ndryshme që përpiqen njëra tjetrën ta kapin gabim, derisa mundësia e rastësisë të bëhet aq e vogël sa nuk mund të mohohet më. Për K2-18b, ne nuk kemi arritur ende atje. Emocioni është i vërtet, por po ashtu edhe dyshimi. Dhe të dyja duhet të qëndrojnë krah për krah, sepse vetëm koha dhe matjet e reja do të tregojnë se cila prej tyre kishte të drejtë. Ky është mësimi i madh që na jep K2-18b, dhe që duhet ta mbajmë me vete edhe kur flasim për botën tonë me azot. Të gojgjejmë një gaz interesant është vetëm fillimi. Ta konfirmojmë atë, të sigurohemi se nuk është një mashtrim i instrumentit apo i illit dhe pastaj të vërtetojmë se vetëm jeta mund ta ketë prodhuar. Kjo është një rrugë e gjatë, e mundimshme dhe plot gracka. Ne jemi ende në hapat e parë të asaj rruge. Kemi gjetur ajër, kemi hamencuar një det, kemi një listë gazrash që mund të tregonin jetë, por midis mundësisë dhe provës shtrihet një humner durimi që ende nuk e kemi kalluar. Dhe tani, para se të vazhdojmë, duhet të bëj diçka që shkenca e ndershme e kërkon gjithmonë, por që rrallë e dëgjoni në tregjime të tilla. Duhet të ndalem dhe t'ju them qartë e pas bukurime se çfarë nuk dim, sepse është shumë e lehtë të rëmbehesh në mrekullia dhe të harrosh se sa e madhe është ende errësira rreth çdo drite që kemi ndezur. Pra le t'i vëmë emrat gjërave që na mbeten të panjohura, sepse ato janë po aq të rëndësishme sa gjëra që dim. Nuk dim me siguri se si e mbajti Eles 140 bajrin e vet. Kujtoni se ai rrotullohet pra një xhuxhi të kuq dhe ata yje, sidomos në rinin e tyre, janë të egër dhe të dhunshëm, me shpërtime që duhej ta kishin shkullur atë atmosferë miliarda vjet më parë. Si mbeti ajri aty, kur çdo llogari thot se duhej të ishte fshirë? Ndoshta rëndesa e fortë e planetit e mbajti të lidhur, ndoshta vulkanet e rilindën pasi stuja e parë u shua, ndoshta ka arsye që as nuk i kemi menduar ende. E vërteta e thjesht është se askush nuk e di me siguri. Kemi një atmosferë që nuk duhej të ishte aty, dhe ende nuk kemi një shpjegim që t'i mbyll të gjitha dyshimet. Nuk dim as nëse atje ka vërtet ujë të lëngshëm. Deti që përshkrova, sy blu në një diell që nuk perëndon, është një model, një mundësi që lejohet nga fizika, jo diçka që i kemi parë apo matur.
mund të jetë vërtet ashtu, ose sipërfaqja mund të jetë krejt ndryshe nga që përfityrojmë, e thatë, e ngrirë, e mbulluar nga një atmosferë që nuk lejon asnjë pikë ujë të qëndrojë. Ne kemi kapur gjurmën e një gazi, jo pamjen e një bregu. Midis atij gazi dhe një deti të vërtet, shtrihet një hendek i madh hamendjeje, dhe ndershmëria kërkon që ta pranojmë atë hendek, jo ta mbushim me ëndrat tona. Dhe ka edhe diçka tjetër që duhet ta pranojmë, ndoshta më e vështira nga të gjitha. Disa nga pretendimet e para për atmosferat e botë të largëta janë tërhequr më vonë. Kanë pasur ekipe që kanë njoftuar me siguri gjetjen e një gazi, e pastaj, kur matjet u përsëritën me kujdes më të madh, sinjali u zbe e u zhduk. Nuk ishte qenë kurrë ai gaz. Kishte qenë një gabim, një interpretim i ngutshëm, një hije që u ngatëzua për një gjurmë. Kjo ka ndodhur mjaftueshëm herë sa çdo shkencëtar i mençur sot flet me kujdes, me shumë ndoshta dhe pak me siguri. Edhe sinjali i azotit te bota jone sotme, sado premtues, duhet të kaloj vite vëzhdimesh të përsëritura para se ta quajmë të vërtetuar përtej çdo dyshimi. Kjo nuk e zbe mrekullin, përkundrazi, e bën atë të denjë për t'u besuar, sepse vjen e pastruar nga zjarri i dyshimit. Dhe pikërisht ky dyshim i vazhdueshëm, ky durim që refuzon të gënjej veten, është ndoshta gjëja më e bukur në gjithë këtë ndërmarrje. Ne nuk po ndërtojmë një përrall, po ndërtojmë një dije. Dhe dija e vërtet kërkon që të qëndrojmë njëkohësisht të hapur ndaj mrekullisë dhe të ashpër ndaj vetes, të ndërojmë me njërin anë të mendjes dhe të dyshojmë me tjetrën. Eles 140b, me azotin e vet dhe detin e vet të mundshëm, është pikërisht një vend ku këto dy anë të mendjes njerëzore takohen dhe përplasen, dhe nga ajo përplasje lind diçka më e çmuar se çdo siguri e lehtë. Lind një pyetje e vërtetë. Por tani lëreni mendjen tuaj të ngrihet edhe një hap më lart, sepse deri tani kemi folur për një botë të vetme, një planet, një ill, një det i mundshëm. Çfarë ndodh nëse zmadojmë pamjen, nëse largohemi nga ky ill i vetmuar i kuq dhe shohim gjithë galaktikën për një herë? Këtu numrat bëhen aq të mdenj sa mendja mezi i mban, sepse yjet si Eles 140, gjyshat e kuq, nuk janë të rrallë. Ata janë lloji më i zakonshëm i illit në gjithë rrugën e qumështit. Rreth 3/4 të gjithë yjeve që ekzistojnë janë gjysha të kuq. Kudo që të kthesh shikimin në errësirë, shumica dërmuese e dritave janë pikërisht këta yje modest, të vegjël, të kuq. Provoni ta përfityroni këtë me sytë e mendjes. Dilni një natë të ktjellët lart dritave të qytetit dhe shikoni lart. Çdo pikë drite që shihni është një ill, dhe për çdo ill që dallon syri juaj, ka mjera të tjerë tepër të zbeth për t'u parë. Tani, imagjinoni se 3 nga çdo 4 prej tyre janë pikërisht si Eles 140, gjysha të kuq, të vegjël dhe të përmbajtur, secili prej tyre potencialisht i rrethuar nga botët e veta. Qielli që ju duket i qetë dhe i heshtur është në të vërtet një fushë pafund yjesh të përullur, secili prej të cilëve mund të mbajë një sy të fshehur uji, një det në një diell të kuq, një atmosferë që pret të lecohet. Gjithësia nuk është një shkretire zbrazët me pak ishuj drite. Ajo është e mbjell, e dendur, e mbushur plot me vende ku historia jone sotme mund të përsëritet miliona herë. Tani bashkojini idet. Nëse 3/4 të yjeve janë gjysha të kuq, dhe nëse edhe një pjesë e vogël e tyre kanë botë shkëmbore, dhe nëse edhe një pjesë e vogël e atyre botëve arrin ta mbajnë ajrin e vet ashtu si Eles 140b, atëherë numri i botëve me atmosferë në galaktikën tonë bëhet marramendës. Nuk flasim për dhjetra apo qindra, flasim për miliona, ndoshta për miliarda planet me qiell mbi kokë të shpërndarë nëpër errësirën me sujeve. Miliarda dhoma me ajër, miliarda vende ku, teorikisht, një atmosferë mund të mbështjellë një sipërfaqe, ku një det mund të shkëlqejë në një yll të huaj. Deri dje ne dinim vetëm një botë me jetë, tonën. Sonte kemi arsye të mendojmë se vendet ku jeta mund të nisë janë të panumërta, dhe pikërisht këtu, në këtë çast, lind kundështia më e thellë e gjithë historisë sonë, ajo që do të na përndjek deri në fund. Sepse kemi tani në duar 2 numra, dhe ata 2 numra nuk pajtohen. Nga njëra anë, miliarda botë me mundësi, miliarda dritare drite ku jeta mund të kishte lindur, një gjithësi që duket e mbjellë plot me toka të mundshme. Nga ana tjetër, një heshtje e plot, sepse pavarësisht gjithë atyre miliardave, pavarësisht moshës së pafund të universit, ne nuk kemi dëgjuar kur asnjë zë, asnjë sinjal, asnjë përshëndetje,
Asnjë provë të vetme e qartë se dikush tjetër, diku, ka parë ndonjëherë lart dhe ka pyetur ashtu si ne. Miliarda mundësi nga njëra anë, një heshtje e plot nga ana tjetër. Si mund të qëndrojnë të dyja bashk? Mendoni sa e çuditshme është kjo. Nëse universi është kaq i vjetër, aq i vjetër sa mendja mezi e kap, dhe kaq i madh sa yjet janë më shumë se kokrat e rërës në të gjitha plazet e tokës, dhe nëse botët me ajër janë me të vërtet të panumërta, atëhere ku janë të gjithë? Pse qielli mbetet i heshtur? Pse kur ngrem antenat tona dhe dëgjojmë me vite, nuk vjen asgjë veç zhurmë së ftohtë të vetë kozmosit? A jemi vërtet të parët? A jemi të vetmit? Apo mbase të tjerët kanë qenë dhe janë shuar? Apo janë aq larg sa zërat e tyre nuk na kanë arritur ende? Kjo mospërputhje mes asaj që presim dhe asaj që dëgjojmë është një nga gjërat më të thella që ka njohur ndonjëherë mendja njerëzore. Dhe ja ku arrim në pragun e pyetjes së fundit, asaj që do të përcaktojë gjithçka. Sepse tani, për herë të parë në historinë e njerëzimit, nuk po e bëjmë më këtë poeti si poet të pafuqishëm në një qiell të errët. Po e bëjmë me instrumente në duar, me një botë të vërtet të matur, me azot të lecuar në dritë dhe një det të hamencuar në një yll të kuq. Kemi kaluar pragun e parë, atë të ajrit. Kemi një listë gazrash që mund të tregonin jetë. Kemi miliarda vende të tjera ku të kërkojmë, dhe megjithatë, kemi ende vetëm heshtje si përgjigje. Këtu qëndron gjithë pesha e qastit ton. Ne kemi më shumë arsye se kur të besojmë se nuk jemi vetëm, dhe njëkohësisht asnjë provë të vetme se nuk jemi. Ndaj ndalloni tani, para se të bëjmë hapin e fundit të këtij udhtimi dhe mbajeni këtë pyetje në zemër. Ku shohim një botë të vetme me ajër 49 vjet dritë larg, dhe pastaj mendojmë për miliardat e tjera që mund t'jenë atje jashtë, dhe pastaj kujtojmë heshtjen e plot që mbulon gjithçka, çfarë na thot kjo për veten tonë? A jemi një fillim i rrallë e i çmuar me një gjithësi tuajse bosh, një dritë e vetme e vetdijes në një oqean errësire? Apo jemi thjesht të parët që kemi hapur syt mes miliarda vëllezërishe motrash që ende nuk i kemi takuar? Numrat premtojnë plot fqinj, qielli mbetet i heshtur. Dhe pikrisht mes këtyre dy të vërtetave që nuk pajtohen, mes miliardave dhe heshtjes, do të zhytemi tani për të kërkuar jo një përgjigje të lehtë, por kuptimin e vërtet të pyetjes a jemi vetëm. Ndalluat ashtu siç ju kërkova dhe e mbajtët atë pyetje në zemër. Mes miliardave dhe heshtjes, ku qëndrojmë vërtet ne? Sepse tani kemi në duar dy të vërteta që refuzojnë të rrinë bashk, dy numra që shohin njëri tjetrin me mosbesim përtej një humnere. Nga njëra anë, një gjithësi që duket e mbjell plot me botë, e ngopur me vende ku ajri mund të mbështjell një sipërfaqe. Nga ana tjetër, një qetësi e plot, një errësirë që nuk na kthen asnjë zë. Kjo pjesë e fundit e udhtimit ton nuk do të kërkojë t'i pajtojë këto dy të vërteta, sepse askush ende nuk di si. Do të kërkojë vetëm t'i qëndrojmë përballë të dujave një herësh, pa i mbyllur syt para asnjërs. Para jush, shumë kohë para se të linte teleskopi që lecon ajrin e botëve të tjera, dikush u ul dhe u përpoq ta bënte këtë pyetje me numra. Ishte viti 1961 dhe emri i tij ishte Frank Drake. Ai nuk ishte asnjë provë të vetme se ekzistonte jetë diku tjetër, asnjë planet të konfirmuar rreth një yli tjetër, asgjë veç një qielli të heshtur dhe një kurioziteti që nuk e linte të flinte. Dhe megjithatë, në vend që të dorëzohej para madhësisë së pyetjes, ai bëri diçka të guximshme. Ai e ndau pyetjen e pamundur në copa më të vogla, secila prej të cilave mund të mendohej të peshohej, ndoshta një ditë të matej. Mendoni sa e zgjuar ishte kjo lëvizje. Pyetja a ka dika atje jashtë është kaq e madhe sa mendja rrëshqet mbi të pagjetur ku të kapet. Por Drake e theu atë në një zinshir pyetjesh më të vogla, të lidhura njëra pas tjetrës. Sa ujë lindin çdo vit në galaktikën tonë? Sa prej tyre kanë planet? Sa prej atyre planetve ndodhen në vendin e duhur ku uji mund të rrjedhë? Në sa prej tyre lind vërtet jeta? Në sa prej atyre lind mendja, vetëdia, aftësia për të pyetur? Dhe sa gjatë zgjat një qytetërim i tillë para se të shuhet? Kur i shumëzon të gjitha këto bashk, del një numër i vetëm, numri i qytetërimeve atje jashtë me të cilat teorikisht ne mund të flisnim. Kjo është ajo që sot e quajmë ekuacioni i Drake-ut. Dhe bukuria e tij nuk qëndron te përgjigja, por te vetë forma e pyetjes. Sepse Drake-u nuk pretendoi kur se e dinte rezultatin. Ai thjesht na dha një hartë të asaj që nuk dinim,
një listë të qartë të gjërave që na mungonin për t'ju përgjigjur pyetjes më të vjetër të njerëzimit. Çdo hallkë e atij zinxhiri ishte një pikë pyetje, një vend bosh që pristin brezat e ardhshëm ta mbushnin me matje. Dhe ky është ndoshta trashëgimia e tij më e madhe, jo një përgjigje, por një mënyrë e ndershme për të pyetur. Tani ndaloni dhe mendoni se çfarë ndodh kur përpiqesh vërtet ta zgjidhësh atë ekuacion. Disa nga hallkat e para tashmë i dim shumë më mirë se Drake-u në kohën e vet. Fal Keplerit dhe teleskopëve që erdhën pas tij, ne tani e dim se planetët nuk janë të rrallë, se thuajse çdo yll ka botët e veta, se miliarda prej tyre ndodhen në zonën ku uji mund të qëndrojë. Ato hallka të para, dikur krejt të errta, sot ndriçojnë, por sa më thellë të zbresësh në zinxhir, aq më e madhe bëhet errësira, sepse pikrisht atje ku ekuacioni pyet gjërat më të rëndësishme, ne ende nuk kemi asnjë përgjigje. Në sa nga ato botë të përshtatshme lind vërtet jeta? Ne nuk e dim. E kemi parë jetën të lind vetëm një herë, këtu, në shtëpinë tonë, dhe një shembull i vetëm nuk të mëson asgjë për sa i shpeshtë është ai. Mund të jetë se jeta qell kudo ku ka ujë dhe ngrohtësi. Sa herë që kushtet janë të drejta, aq lehtë sa ndez një shkrepse. Ose mund të jetë se lindja e jetës është një aksident aq i rrallë, aq i pamundur, sa ka ndodhur vetëm një herë në gjithë miliardat e botëve. Të dyja janë ende të mundshme, dhe pikrisht kjo pasiguri e vetme e bën gjithë ekuacionin të lëkundet. Jap se rezultati i ekuacionit të Drake-ut nuk është një numër, por një gamë kaq e gjerë sa të lë pa fjalë. Në varësi të asaj që zgjedh të besosh për ato hallka të errta, përgjigjja mund të jetë se galaktika jon gëllon nga miliona qytetërime që flasin njëri me tjetrin. Ose mund të jetë se ai numër është 1, vetëm 1, ne. Veti njëjti ekuacion, me të njëjtat pjesë, mund të pikturojë një gjithësi plot me zëra, ose një gjithësi ku ne jemi krejt vetëm, dhe ndryshimi mes këtyre dy botëve fshihet tërësisht në gjëra që ende nuk i dim. A e kuptoni sa e brisht është pozita jon? Nuk është se nuk kemi përgjigje. Është se e njëjta pyetje, e ndershme dhe e mirëformuar, na lejon të dyja përfundimet e kundërta njëherësh. Dhe pikrisht mbi këtë pasiguri, disa vite më parë se Drake-u të shkruante ekuacionin e vet, kishte rënë tashmë një hije e madhe. Ishte rreth vitit 1950 dhe një prej mendjeve më të mprehta të shekullit, fizikani Enrico Fermi, po hante drek me disa kolegë duke biseduar rastësisht për jetën në yje të tjerë. Biseda ishte e lehtë, gati shaka, ashtu siç bëjnë shkencëtarët kur pushojnë. Dhe pastaj, mes gjithë asaj lehtësie, Fermi bëri një pyetje të thjeshtë që qëndron ende sot si një gjemb në zemër të gjithë fushës. Ai pyeti thjesht: po ku janë të gjithë? Mendoni pak logjikën e ftohtë pas asaj pyetje, sepse është pikrisht ajo që e bën kaq shqetësuese. Universi është jashtëzakonisht i vjetër, shumë miliarda vjet, aq i vjetër sa mendja jon mezi e kap thellësinë e asaj kohe. Galaktika jon është e stërmadhe, e mbushur me qindra miliarda yje. Nëse jeta është sadopak e zakonshme, nëse qytetrimet lindin qofte dhe rrallë, atëherë në gjithë atë kohë të pafund dhe në gjithë atë hapësirë të pamat, dikush duhet të kishte lindur shumë kohë para nesh. Dikush duhet të ishte përhapur, duhet të kishte lënë një gjurmë, një sinjal, një jehon. Dhe megjithatë, kur ne dëgjojmë, nuk vjen asgjë. Kjo është ajo që sot e quajmë paradoksi i Fermit, kundështia therse mes asaj që pritej të gjenim dhe heshtjes që gjejmë vërtet. Për ta ndjerë vërtet peshën e asaj pyetjeje, provoni ta shtrini kohën para syve. Nëse do të shtrëngonim gjithë moshën e universit në një ditë të vetme, nga mesnata në mesnat, atëherë gjithë historia e njerëzimit të shkruar, çdo perandori, çdo luftë, çdo poezie, çdo zbulim, do të zinte më pak se një frymë të vetme para orës 12. Ne jemi një çast i fundit, i imt, në një ditë të stërgjatë, dhe pikrisht kjo e bën pyetjen e Fermit aq tërse. Sepse në gjithë atë ditë të gjatë para nesh, në gjithë ato orë kur galaktika ishte tashmë e vjetër dhe plotyje, dikush tjetër kishte gjithë kohën e botës për të lindur, për të rritur, për të përhapur me syjeve. Një qytetrim i vetëm, edhe sikur të lëvizte ngadalë, do të kishte pasur kohë të mjaftueshme për të mbushur gjithë galaktikën shumë herë. E megjithatë, kur kthejmë veshin drejt asaj kohe të pafund, nuk dëgjojmë asgjë. Errësira që na paraprin me miliarda vjet
mbetet po aq e heshtur sa nata jone sotme. Dhe tani, ju lutem, ndalluni dhe vendosini me kujdes këta dy numra pranë njëri tjetrit, sepse pikrisht kjo përballje është zemra e gjithë historisë sonë. Nga njëra anë, merrni atë që na mësoi Kepleri me sytë e vet të mprehtë. Vetëm në galaktikën tonë, vetëm në rrugën tonë të qumështit, astronomët vlerësojnë se mund të ketë miliarda planet me përmasa toke që ndodhen pikrisht në zonën e banueshme, atje ku uji mund të jetë i lëngshëm. Jo dhjetra, jo mijëra, miliarda botë të mundshme, secila prej tyre një vend ku, të paktën në letër, historia jon mund të përsëritej. Mbajeni fort atë numër në njërën dorë. Tani, në dorën tjetër, mbani numrin e dytë. Numrin e zërave që kemi dëgjuar deri sot nga gjitha i qiell. Numrin e sinjaleve të qarta, të pamohueshme, që na thonë se dikush tjetër atje po dëgjon ashtu si ne. Dhe ai numër është 0. Asnjë. Për dekada të tëra kemi ngritur antena drejt yjeve dhe kemi dëgjuar me durim dhe gjithçka që na është kthyer është gjurma e ftohtë dhe e verbër e vet kozmosit. Miliarda mundësi në njërën dorë, një heshtje e plot në tjetrën. Vështrojini të dyja bashk, te do të ndjeni peshën e pyetjes që as Dreiku, as Fermi, as ne sot nuk mund të ikim. Si mund të jetë qielli kaq plot me vende për jetën dhe njëkohësisht kaq krejtësisht i heshtur? Mos e lini këtë kontrast të rrëshqas pranë jush si thjesht një kuriozitet. Ndallojeni, peshojeni me të vërtet, sepse ky nuk është një detaj i vogël teknik, është ndoshta gjëja më e çuditshme që kemi zbuduar për vendin ton në gjithësi. Ne kemi ndërtuar një pamje ku planetat janë kudo, ku uji nuk është i rrallë, ku përbërësitë e jetës gjenden të shpërndar, madje edhe në rreth me syjeve. Çdo hap i shkencës në gjysmë shekulin e fundit ka shtuar diçka në anën e mundësisë, ka bërë të duket gjithnjë më e pashmangshme që jeta duhet të jetë e zakonshme. Dhe megjithatë, ana tjetër e peshores nuk ka lvizur as edhe një grim, ende 0. Sa më shumë arsye gjejmë për të pritur shok, aq më e rëndë bëhet heshtja që na kthehet. Është si të hyni në një qytet të stërmët, të ndërtuar për miliona, me rrugë shtëpi e sheshe të shtrira deri në horizont, dhe të mos gjeni në asnjërin prej tyre as edhe një shenjë të vetme se dikush ka jetuar aty ndonjëherë. Dikush do të thoshte, ndoshta thjesht nuk kemi dëgjuar sa duhet. Ndoshta hapësira është aq e gjerë sa zërat udhtojnë me mijëra vjet dhe ende nuk na kanë arritur. Dikush tjetër do të thoshte, ndoshta jeta lind lehtë, por mendja që pyet është aksidenti i vërtet, i rrallë deri në pamundësi. Një tjetër do të pëshpëriste diçka më të errët, se ndoshta qytetrimet lindin shpesh, por shuhen shpejt, se ndoshta ka një mur të padukshëm përpara që asnjë prej tyre nuk e kalon dot gjatë. Dhe një zë tjetër ende, më i qeti nga të gjithë, do të thoshte thjesht se ndoshta vërtet jemi të parët, mes miliarda vëllezërish që ende nuk kanë hapur sytë. Secila prej këtyre përgjigjeve është e mundur, asnjëra nuk është vërtetuar, dhe kjo, pikrisht kjo, është ajo ku qëndron dia njerëzore sonte. Ndaj le ta bëjmë tani atë që shkenca e ndershme e kërkon gjithmonë, por që rrallë e dëgjoni në tregjime të tilla. Le të ndalemi dhe të themi qartë, pas bukurime dhe pa frikë, se çfarë nuk dim. Sepse errësira e asaj që na mbetet e panjohur nuk është turp. Ajo është vetë harta e udhëtimit që na pret, dhe kush pretendon se e ka fshirë atë errësirë, ose gënjen, ose nuk e ka kuptuar madhësinë e pyetjes. Nuk dim nëse jeta lind lehtë apo është një aksident i rrallë. Kjo është boshllku i parë dhe më i thellë i të gjithëve. Ne kemi vetëm një shembull, botën tonë, dhe nga një shembull i vetëm nuk mund të nxjerrësh një ligj. Mund të jetë se sa herë që një botë ka ujë dhe ngrohtësi dhe kohë, jeta çell aty në mënyrë tuajse të pashmangshme, si miku mbi bukën e lënë. Ose mund të jetë se ajo shkëndija e parë, kalimi nga lënda e vdekur te qelia e gjallë, është aq e rrallë sa nuk përsëritet lehtë as në një gjithësi të tërë. Ne nuk e dim se cila prej këtyre është e vërteta. Dhe derisa ta dim, çdo llogari për fqinjet tanë mbetet një hamendje e veshur me numra. Nuk dim as nëse ajo botë e largët drejt së cilës kemi kthyer syt, ajo botë shkëmbore me ajrin e vet, mban vërtet ujë të lëngshëm mbi sipërfaqe. Kemi kapur gjurmën e një atmosfere, po. Kemi një sinjal të matur në dritë, prova se atje ka një zarf gazi që ka qëndruar. Por midis një atmosfere dhe një deti të vërtet, shtrihet një hapësirë e gjerë hamendjeje. Bota mund të fshehë oqeanin e në qiellin e vet,
ose mund të jetë një shkëmb i thatë e jegër në një ajër që nuk lejon asnjë pikë uji të prehet. Ne nuk e kemi para të sipërfaqe, nuk e kemi prekur atë det. Kemi lecuar vetëm hijen që lëshon ajri i saj mbi dritën e një yli të kuq, dhe një hije nuk është kur e njëjta gjë me vetë trupin që e hedh atë. Dhe mbi të gjitha, nuk dim pse qielli mbetet i heshtur ndonse llogarit premtojnë plot fqinj. Kjo është gjë e gjëza që na përndjek që nga koha e fermit, dhe ende nuk kemi asnjë përgjigje që t'i mbyll të gjitha dyshimet. Ndoshta janë atje dhe nuk i dëgjojmë. Ndoshta ishin dhe u shuan. Ndoshta nuk ishin kurrë. Secila derë çon në një gjithësi krejt të ndryshme, dhe ne qëndrojmë në korridorin mes tyre, pa ditur ende cilën derë të hapim. Kjo është ndershmëria e vërtetë e çastit ton. Jo se kemi gjetur përgjigjen, por se më në fund kemi mjete për ta kërkuar atë. Dhe pikërisht sepse kemi këto mjete, duhet të flasim edhe për rrezikun e tyre, për mënyrën se si ato mund të na gënjejnë. Sepse ju ndoshta prisni që unë t'ju them se së shpejti do të gjejmë përgjigjen, se teknologjia jon do të na e zbulojë të vërtetën brenda pak vitesh. Por historia e kësaj shqence na mëson të flasim me shumë më tepër kujdes, sepse rruga drejt së vërtetës është e mbushur me sinjale që dukeshin të sigurta dhe pastaj u shuan si mjegull në diell. Mendoni sa herë ka ndodhur tashmë? Një ekip njofton me entuziazëm se ka kapur gjurmën e një gazi te një botë e largët. Lajmi përhapet, njerëzit ndërojnë, gazetat shkruajnë tituj të mëdhenj, dhe pastaj, muaj ose vite më vonë, kur matjet përsëriten me kujdes më të madh, kur ekipet të tjera shqirtojnë të njëjtat të dhëna me sy më skeptik, sinjali fillon të zbehet. Rezulton se nuk ishte kurrë ai gaz. Ishte një hije në fytyrën e ilit, një dridhje e voçkële e instrumentit, një interpretim i ngutshëm i bërë nga një zemër që dëshironte tepër të besonte. Kjo nuk ka ndodhur një herë. Ka ndodhur mjaftueshëm shpesh, sa çdo shkencëtar i mençur sot flet me shumë ndoshta dhe pak me siguri. Dhe këtu qëndron një ligj i vjetër e i mençur i shkencës që ja vlen ta mbani me vete përtej kësaj historie. Pretendimet e jashtëzakonshme kërkojnë prova të jashtëzakonshme. Sa më e madhe të jetë ajo që pohon, aq më i fortë duhet të jetë provat që e mbajnë. Të thuash se ke gjetur ajër te një botë tjetër është një pohim i madh, dhe ai kërkon jo një matje, por shumë, jo një ekip, por disa, jo një çast entuziazmi, por vite durimi. Prandaj edhe sinjali që na entuziazmoi, edhe gjurma e atmosferës që hapi këtë histori, duhet ende të kalojë nëpër zjarrin e dyshimit para se ta quajmë të vërtetuar përtej çdo dyshimi. Kjo nuk e zbe mrekullin, përkundrazi, e bën atë të denjë për t'u besuar, sepse ajo që mbijeton dyshimin është e vetmja gjë që meriton emrin dije. A e ndjeni sa ndryshe t'inglon kjo nga një përall? Një përall të jep përgjigjen që dëshiron. Shkenca të jep vetëm pyetjen e pastruar, të ashpër, të ndershme, dhe pastaj kërkon prej teje durimin për të pritur. Ne nuk po ndërtojmë një legjend për të ngushëlluar në errësirë, po ndërtojmë ngadalë, gur pas guri, një dije që një ditë do të qëndrojë. Dhe pikrisht ky durim, ky refuzim për të gënjyer veten, është ndoshta gjëja më e bukur në gjithë këtë ndërmarrje njerëzore. Por durimi nuk do të thotë ndalim, sepse ndërsa unë flas, njerëzit tashmë po ndërtojnë mjetet e ardhshme që do t'i shohin këto botë më qartë se kurrë. Teleskopi që lexoi ajrin e botës sonë të sotme është i mrekullueshëm, por ai u ndërtua për shumë detyra, dhe lecimi i atmosferave të vogla shkëmbore është vetëm një prej tyre, në kufi të asaj që ai mund të bëjë. Ai kap gjurmën e një atmosfere, por mezi. Ai na jep një pëshpëritje aty ku do të donim një zë të qartë. Dhe pikrisht për këtë, mendjet më lartpamse tashmë po planifikojnë hapin tjetër. NASA po përgatit një mision të ri, një teleskop të ndërtuar posaçërisht për një qëllim të vetëm, thuajse të pamundur. Ai quhet teleskopi për botët e banueshme, dhe ëndra pas tij të lë pa frym, sepse ai nuk do të mjaftojë të lexojë hijen e një atmosfere kur planeti kallon para ilit. Ai synon të bëjë diçka shumë më të guximshme, të fshikojë drejt për drejt vetë planetin, ta ndajë dritën e tij të zbeth nga shkëlqimi verbues i ilit pranë të cilit rrotullohet, dhe të shqyrtojë atmosferat e 10 botëve shkëmbore njëra pas tjetrës. Është si të përpiqesh të dallosh dritën e një qiriri të vetëm, pikrisht pranë një faroku të stërmat, nga ana tjetër e një oqeani. Një detyrë kaq e vështirë, sa vetëm tani po fillojmë të besojmë se mund të jetë e mundur.
Mendoni pak se çfarë do të thoshte ta shihnim vërtet një botë të tillë, drejt për drejt, jo si një hije që kallon para një ili, por si një pikë të vetën drite, të shkëputur, të vetën të sajen. Do të ishte hera e parë që një botë tjetër shkëmbore e ngjashme me tonën do të bëhej më shumë se një sinjal në një grafik. Do të bëhej një pikë e vërtet ngjyre në errësirë, dritë e saj vetjake e mbledhur nga miliarda kilometra larg. Dhe brenda asaj pike, të koduara në ngjyrat e saj, do të fshiheshin përgjigjet për ujin, për ajrin, ndoshta një ditë edhe për diçka më shumë. Nuk është çudi që mendjet më larpamse i kushtojnë jetën një teleskopi që ende nuk ekziston, sepse ata e dinë se çfarë dere do të hapte ai. Ata nuk po ndërtojnë vetëm një makinë, po ndërtojnë sytë me të cilët brezat pas nesh do të shohin fqinje tan të mundshëm për herë të parë. Dhe çfarë do të kërkojë ai teleskop mbi të gjitha? Do të kërkojë oksigjenin, atë gaz të etur, të pangopur, që në botën tonë prodhohet tuajse tërësisht në gjallësat dhe që largohet shpejt nga ajri nëse diçka nuk e rimbush pa ndërprerje. Të gjesh një atmosferë të pasur me oksigjen te një botë tjetër do të ishte një nga gjurmët më joshse që mund të kapim nga larg. Jo prova, kur prova e sigurt, sepse edhe oksigjeni mund të lindë ndonjëherë pa jetë. Por një shenjë aq e fortë, aq joshse, sa do të na detyronte të shikonim sërish e sërish me gjithë zemrën dhe gjithë dyshimin ton bashk. Por ja e vërteta që duhet ta pranojmë me ndershmëri. Ai teleskop është ende dekada larg. Ai nuk ekziston ende, vetëse në vizatime, në plane, në ëndrat e njerëzve që ndoshta nuk do të jenë më gjallë kur ai të ngrej sytë vet drejt yjeve. Deri atëherë, pyetja mbetet e hapur. Ne nuk do të kemi një përgjigje nesër, as vitin që vjen, ndoshta as brenda kësaj jete. Dhe ka diçka thellësisht njerëzore në këtë, të ndërtosh një mjet përgjigjeje për një pyetje që ndoshta do t'u përgjigjet vetëm fëmijëve të fëmijëve tan. Ne mbjellim një pemë nën hijen e së cilës nuk do të ulemi kur vet. Dhe tani ndalloni gjithçka për një çast, dhe ktehuni me mua atje ku e nisëm. Kujtoni fjalët e para të gjithë kësaj historie. Tani, ndërsa ju rrini ullur këtu, ka një botë atje jashtë ku dikush mund të merrte frym, jo në një përall, jo në një film. Në qiellin real, mbi kokën tuaj, 49 vjet dritë larg, rrotullohet një botë shkëmbore me ajër. E mbani mend atë ndjesi, atë çast kur pyetja e vjetër pushoi se qeni thjesht filozofi. Tani, pasi kemi udhëtuar nëpër gjithë këtë histori, mund ta ndjeni atë çast edhe më thellë, sepse ky është ndryshimi i vërtet që solli koha jon. Për mijëra vjet, çdo njeri që ka jetuar ndonjëherë ka shtrirë kokën lart në një natë të errët dhe ka pyetur nëse është vetëm. Ai bari, ai lundërtar, ai fëmijë, të gjithë e bën të njëjtën pyetje pa fjalë dhe të gjithë e bën atë në një qiell që mbetej një tavan i largët e i pakapshëm, i mbushur me pika drite pa emër dhe pa fytyrë. Pyetja ishte poezi, ishte lutje, ishte ëndër, por nuk ishte kur një vend ku të ulej. Tani, për herë të parë në gjithë historinë e njerëzimit, ajo pyetje ka një adresë, ka një ilë të kuq në ulsinë e largët të balenës, ka një botë me mase me reze, një botë me ajër të lecuar në dritë, një sipërfaqe ku ndoshta, vetëm ndoshta, një det shkëlqen në një diel që nuk perëndon kurrë. Kur ju sonte pyesni nëse jemi vetëm, ju nuk po shikoni më drejt një errësire boshe, po shikoni drejt një pike konkrete në qiell, drejt një bote reale që dikush mund ta prekte një ditë me majën e gishtit të imagjinatës. Pyetja a je vetëm ka pushuar së qenie abstrakte. Ajo është bërë një vend. Dhe le ta kujtojmë edhe një herë, për herë të fundit, se çfarë kemi gjetur vërtet, sepse ndershmëria mbetet gjithçka deri në fund. Ne nuk kemi gjetur jetë, nuk kemi dëgjuar një zë, nuk kemi parë një dritë qyteti, nuk kemi kapur asnjë përshëndetje nga errësira. Kemi gjetur ajër dhe vetëm ajër, rreth një bote të vetme të largët. Atmosferë nuk do të thotë jetë. Ne e ngrem pyetjen, përgjigjen nuk e tryllojmë, por mos e nënvlerësoni këtë prag që kalluam. Ajri ishte dera e parë, kushti i parë, muri i parë që na ndalte para çdo ëndre tjetër. Dhe për herë të parë, ne po shohim një botë ku ai mur është rrëzuar, ku dikush, teorikisht, mund të merrte frym. Mendoni për një çast se çfarë do të thotë të jetosh pikërisht tani, në pikërisht këtë brez. Ju nuk keni lindur në kohën kur pyetja ishte vetëm ëndër, kur njeriu s'kishte asnjë mjet për t'ju përgjigjur. As nuk keni lindur, ndoshta, në kohën kur përgjigja do të jetë më në fund në duar, kur teleskopi që kërkon oksigjen do të ketë follur. Ju keni lindur pikërisht në mes, në brezin e parë që e ka kthyer atë pëshertim të lashtë në nyje në një matje të vërtet.
Ju jeni të parët që shikoni një ajër të huaj dhe e lexoni. Mendoni sa e rrallë është kjo, sa e çmuar. Nga të gjithë njerëzit që kam pyetur ndonjëherë a jemi vetëm, ju jeni mes të parëve që kam pasur një vend real ku ta drejtojnë atë pyetje. Dhe ja ku duhet të ndalem, sepse historia jonë nuk ka një fund. Ajo ka vetëm një prag mbi të cilin qëndrojmë duke parë drejt errësirës. Unë nuk mund t'ju them nëse jemi vetëm, askush nuk mundet, jo sonte, ndoshta jo për një kohë shumë të gjatë. Çdokush që ju thot me siguri se po, i gjetëm, ose me siguri se jo, jemi vetëm, po ju shet një përrall, jo një të vërtet. E vetmja gjë e ndershme që mund të them është kjo, se pyetja tani është më e gjallë, më e prekshme, më e afërt se kurrë në gjithë historinë njerëzore. Dhe se përgjigja, cillado qoftë ajo, do të ndryshojë përgjithmonë mënyrën si e shohim veten. Por para se t'ju lë me atë errësirë të hapur, dua t'ju jap një gjë të vetme konkrete për ta mbajtur në dorë, një fakt kaq të thjeshtë sa mund t'ju rrëqeth. Kujtoni se ajo botë ndodhet 49 vjet dritë larg. Kjo do të thotë se drita që teleskopët tanë po lexojnë tani, pikërisht tani, në këtë çast që ju po dëgjoni këto fjalë, nuk u nis dje. Ajo u nis nga ai ili kuq 10 vjet më parë, kur bota jon ishte një vend krejt tjetër, kur shumë prej nesh ende nuk ishin lindur. Ajo dritë ka udhëtuar në errësirën e ftohtë me syjeve gjithë atë kohë, e qetë dhe e pallodhur, duke bartur në vetvete gjurmën e një ajri të huaj, dhe vetëm tani, pas gjithë atij udhëtimi, ajo po arrin syrin ton. Ne nuk po shohim atë botë siç është, po e shohim siç ishte, një kujtim drite vjetra vjeti vjetër që sapo mbërriti. Dhe ndërsa ju e mendoni këtë, ndërsa e ndjeni atë dritë të vjetër që bie tani mbi pasqyrat tona, mbani me vete pyetjen e fundit që unë s'mund t'ju përgjigj. Diku atje, 49 vjet dritë larg, në një diell të kuq që nuk perëndon kurrë, një atmosferë mbështjell, një botë të heshtur. Ndoshta është vetëm shkëm dhe ajër, e ftohtë dhe e zbrazët. Ose ndoshta, në një breg që ne kurrë nuk do ta shohim, valët e një deti të huaj po thyhen ngadalë mbi një breg akulli, tani, ndërsa ju merrni frymë. Ne nuk e dim, dhe ndoshta pikërisht kjo, ky mister që qëndron ende i paprekur mbi kokat tona, është dhurata më e bukur që na ka dhënë kjo epokë. Sepse kur ju sonte të shikoni lart drejt asaj pike të voçkel drite në ylsinë e balenës, dhe të pyesni edhe një herë, a jam vërtet vetëm? Tani e dini se pyetja nuk është më bosh. Diku atje jashtë, drita është nisur tashmë drejt nesh. Ne vetëm duhet të mësojmë ta lexojmë. Dhe ju që dëgjoni sonte, cilën përgjigje shpresoni të fshihet në atë dritë të vjetër që sapo mbërriti?